mirë se erdhët. Unë jam Angelo Shkreli dhe kam kënaqësinë të jem moderatori i këtij eventi. Ju falenderoj që jeni bërë pjesë e këtij forumi publik me kandidatët për deputet të Qarkut Fier, i cili organizohet në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 maj 2025 nga rrjeti përballja e ofertave politike, në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile që veprojnë në 8 qarqet të Shqipërisë, në Tiranë, Durrës, Vlorë, në Fier, Korçë, Elbasan dhe në Shkodër. Në Fier, ky forum organizohet nga Qendra Epoka e Re, e cila është pjesë e rrjetit POP dhe ka një angazhim të vazhdueshëm në promovimin e pjesëmarrjes qytetare, transparencës dhe forcimit të demokracisë. Forumet të tilla publike po organizohen në të gjitha qarqet ku rrjeti është aktiv, duke krijuar një hapësirë të drejtë për drejtë dialogu ndërmjet qytetarëve dhe kandidatëve për deputet. Deri më tani forumet të tilla janë organizuar në 6 qytete të Shqipërisë, ndërkohë që forumi në Fier është i 7-i. Kam kënaqësinë të prezantoj kandidatët për deputet që janë sot këtu me ne. I falenderojmë për pranimin dhe për seriozitetin dhe gatishmërinë për të marrë pjesë në këtë format kaq të rëndësishëm të përballjes së ofertave publike. Ju lutem vini re se renditja e tyre është bërë sipas renditjes së partive politike në fletën e votimit për zgjedhjet e 11 majit, të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për Aleancën për Shqipërinë Madhështore, Fatjon Semajaku, mirë se erdhët. Partia Lëvizja Bashk, Elis Balla, mirë se erdhët. Koalicioni Euro-Atlantik, Gerard Komini, mirë se erdhët. Nisma Shqipëria Bëhet, Erion Muska, mirë se erdhët. Partia Mundësia Frida Mavriqi, mirë se erdhët. Partia Social-Demokrate, Hava Hoxhaj, mirë se erdhët. Në këtë forum, sigurisht kemi të pranishëm gjithashtu qytetarët nga komuniteti, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile si dhe aktorë të tjerë që veprojnë në qarkun e Fierit, të cilët i falenderojmë për pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre në këtë diskutim të hapur. Përpara se të filloj me prezantimet, më lejoni t'ju shpjegoj shkurtimisht se si do të zhvillohet ky forum dhe cilat janë rregullat kryesore të tij. Aktiviteti do të zgjas për 1 orë e 30 minuta dhe do të transmetohet drejt për drejt në faqen zyrtare të përballja e ofertave publike në Facebook dhe në faqet e organizatës Epoka e Re. Gjithashtu do të dokumentohet për publikim në media dhe rrjete sociale. Çdo kandidat do të ketë në dispozicion 5 minuta për të prezantuar veten dhe prioritetet e subjektit politik, duke u fokusuar në çështje sociale dhe ekonomike, barazi dhe përfshirje dhe transparencë dhe antikorrupsion. Ne do të fillojmë sipas radhës, duke nisur me Fatjon Semajakun. Po, dëgjohesh, po. Dua të falenderoj gjithë secilin për ju që gjeti kohë të ditë për pjesë e këtij takimi. Për ju që nuk më njihni, unë jam Fatjon Semajaku, jam lindur dhe rritur në këtë qytet dhe prej 13 vitesh jetoj në Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë kam studiuar për anglisht këtu, kam drejtuar përpara se tikja kompani kontraktore me Bankers Petroleum, atëherë në leadershipin kanadez. Prej vitit 2014 jam sipërmarrës dhe prej 13 vitesh jetoj në Amerikë, ku kam studiuar për administrim publik me fokus inteligjencën artificiale. Pas 13 vitesh kthehem në këtë qytet. Dhe ajo që po ndodh është e dhimbshme. Nuk gjej më asnjë nga shokët e mi, miqtë e mi, familjar që kanë jetuar këtu para 13 vitesh. Zbrazja e Shqipërisë është e frikshme. Është e frikshme. Dhe në gjykimin tim është e qëllimit. Është e qëllimit. Unë bëj pjesë të këta njerëz që e kanë Po. Të flasim po. Po. Unë bëj pjesë tek Apro pak më. Jo, ata janë për transportin. Dhe unë gjykoj që kjo është një gjë e qëllimit që po i ndodh Shqipërisë, sepse në mënyrë tjetër për ta shpjeguar këtë zbrazje kaq të menjëhershme nuk ka. Janë dy
lloj largimesh që ka ndodhur në Shqipërisë. Një nga viti 1990 deri në vitin 2013, ku janë larguar 1 milion shqiptarë dhe ne dim çfarë peripecish ka kaluar ky vend gjatë atyre 23 viteve. Dhe nga viti 2013 në këtë ekzekutiv, në këtë pushtet, janë larguar po 1 milion shqiptarë dhe problemet janë të ndryshme. Kjo është e qëllimit dhe për mua është një agjendë anti-shqiptare, për ata që kanë lexuar dokumentin për 39 faqesh të Vaso Çubrilovicit, është fiks ajo që është duke ndodhur në Shqipëri në këto kohë. Megjithatë, unë vendosa të kthehem dhe t'i Megjithatë, unë vendosa të kthehem nga Shtetet Bashkuara dhe t'i bashkohem Partisë Demokratike këtë herë për ta përfaqësuar atë në nivel lokal dhe kombëtar. Unë politikën nuk e shoh si pasionin tim më të madh, por në këto momente që ndodhet Shqipëria, të merresh me politikë është një detyrë. Një detyrë, sepse ne nuk kemi dy Shqipëri, kemi vetëm një Shqipëri. Dhe këtë duhet kujdesemi të gjithë që të mos na marrin ata që nuk na kanë marrë dot me luftë. Edhe sot na marrin nëpërmjet shqiptarëve që bëjnë marrëveshje të këtilla që nxisin shpopullim. Partia Demokratike këtë herë paraqitet përballë shqiptarëve me një program që dahet në disa paketa. Paketa e parë është paketa e dëmshurisë, që në gjykimin tim është paketa e dinjitetit. Ne do të sigurohemi që nuk do të ketë asnjë pension nën 200 euro. Do të rimbursojmë të rëshëm çmimet për pensionistët, për ushqimet, nuk do të ketë asnjë rrok nën 1200 euro. Sigurojmë gjithashtu që minimumi jetik do të jetë 200 euro. Paga mesatare do të jetë 1200 euro, do të ulim çmimin e energjisë nga 23 kilovat që sot në 7 qytetarët dhe në 6 lekë për biznesin. Ne do t'i mirëpresim shqiptarët se ishte vendin e tyre, duke u siguruar që në 5 vitet e para, nëse ata vendosin të investojnë këtu, taksimi për ta të jetë zero. Për 100 ditëve, ne do ta nxjerrim Shqipërinë nga varfëria ekstreme. Zoti Semajaku, po ju e ka përfunduar, sepse është e rëndësishme që në këtyre 5 minutave ne të shpalosim planin. Kam problem. Është vetëm 5 minuta po për secilin. Po të kishit më bërë. Mirë, s'ka problem. Pra, duhet të vazhdojmë me kandidatën. Siç ju pata, po ju ritheksoj edhe një herë që çdo kandidat do të ketë në dispozicion vetëm 5 minuta për të prezantuar planin e tij dhe prioritetet e subjektit politik. Ka këto i kisha ngjes mikrofon. E kam mbajtur 2 minuta më shumë vetëm. Okej, vazhdojmë me Partinë Lëvizje Bashkë me Elis Bato. Duhet ta ndezësh. Lejtë të gjithëve. Në radhë të parë, unë duhet t'ju përgëzoj juve që jeni organizatorët e këtij takimi publik dhe përballje të kandidatëve me qytetarët, sepse si qytetar unë e kam parë gjithmonë të nevojshme një debat publik ku ofertat që përballen dhe ofrojnë qytetarëve për të zgjedhur dhe për të përfaqësuar duhen bërë publik dhe duhen vendosur ofertat përballë njëra tjetrës. Prandaj dhe ju falenderoj dhe ju që keni ardhur sot dhe keni ardhur nga koha juaj. Atëherë pa humbur kohë, një prezantim të shkurtër, unë jam arkitekt në profesion, i kam mbaruar studimet e larta në Rom, në Itali. Mbas tyre jam kthyer në Shqipëri ku kam vazhduar për një periudhë të shkurtër aktivitetin si pedagog dhe pastaj jam dedikuar vetëm në aktivitetet e mia si profesionist i lirë dhe si
qytetar i aktivuar në problemet që më kanë shqetësuar, angazhimi im i parë aktiv ka qenë si pjesëmarrës, jam ofruar për të ndihmuar kur ishte në nevojë, kur unë e ndjeja këtë detyrë si profesionist gjatë periudhës së tërmetit që ndodhi në Shqipëri dhe kam mundësuar të ofruar atë ekspertizën time përmjet një projekti që u bë në zonën e Ishmit për personat që humbën banesat. Dhe sot unë e shikoj veten si të detyruar si qytetar i Shqipërisë që të bëj edhe pjesën time jo vetëm si profesionist, po dhe si një alternativë për të ndihmuar në rimëkëmbjen e vendit tim dhe për të frenuar këtë ikje të pafund që po i ndodh të gjithë bashkëkombësave tanë. Atëherë, duke pasur këtë ideal dhe këtë ambicie, jam bashkuar Lëvizjes Bashk dhe jam dhe pjesë e stafit mbi 50 profesionistë dhe intelektualëve që kanë kontribuar në hartimin e programit qeverisës të ofruar nga Lëvizja Bashk. Ne kemi organizuar programin ton dhe kemi titulluar atë një program të bazuar në 4 shtylla. 4 shtylla sepse këto janë shtyllat që ne i quajmë si shtyllat themeltore që duhen për të mbajtur një ndërtesë të shëndetshme që duhet të jetë shteti demokratik që për herë të parë duhet ndërtuar në Shqipëri. Këto shtyllat ne i kemi titulluar shteti zhvillimor, shteti social, shteti së drejtës dhe shoqëria aktive. Çfarë kemi menduar si strategji dhe ku bazohet shteti zhvillimor? Shteti zhvillimor bazohet në bërjen me të vërtet strategjike të industrisë dhe bujqësisë. Industria, ne duam që shteti të marrë në dorë kontrollin publik të burimeve të naftës dhe të mineraleve, duke ndërtuar dhe një fond sovran dhe ngritje një banke zhvillimore e cila do të investojë dhe të nxjisë investime për të rritur produktivitetin e industrisë dhe industrisë përpunuese në vend. Kurse tjetra, bujqësia, që është një ndër hallkat e tjera më të rëndësishme, më në fund ne duam që bujqësia të bëhet me të vërtet e subvencionuar nga shteti, të bëhet një hallk siç e meriton rëndësinë e saj dhe nëpërmjet ndihmës së shtetit bujqësia të bëhet kompetitive e ndihmuar që nga planifikimi deri në zinxhirin përfundimtar të saj në tregtimin rajonal, lokal dhe më gjerë. Infrastruktura themeltore për ne është krijimi dhe përmirësimi i infrastrukturës, duke filluar të japim atë rëndësi që i takon transportit hekurudhor, i cili duhet të lidhë të gjitha nyjet qytetet kryesore të Shqipërisë dhe ta bëjë Shqipërinë pjesë e hallkës së hekurudhave të Evropës. Dhe për sa i përket energjisë, Shqipëria duhet të bëhet realisht dhe duhet të jetë pjesë e programeve që Bashkimi Evropian ka duke shtuar shfrytëzimin dhe burimet e energjisë së rinovueshme. Turizmi është një hallk tjetër shumë e rëndësishme, por turizmi duhet të jetë një turizëm i qëndrueshëm për Lëvizjen Bashk, jo një turizëm për një pakicë oligarkësh ku gjithë populli e shikon atë thjesht si një lajm propagandistik nëpër televizionet. Kurse taksat, modeli ynë është modeli progresiv real ku vetëm ai që ka më tepër duhet të paguajë më tepër dhe kjo duhet të jetë një mënyrë për të nxitur rritjen dhe mirëqenien ekonomike të shqiptarëve. Dhe për të eliminuar atë ndoshta se zgjatem në mbas kohën, dua të përmend një diçka. Okej, faleminderit. Atëherë, një krenarie jona në këtë fazë fillestare të hartimit të programit është sepse ne kemi konstatuar nga një studim i një organizate jo qeveritare Altax, e cila ka studiuar fizibilitetin e programeve të hartuara nga partitë politike për këtë vit zgjedhor, e ka vlerësuar programin ton qeverisës me një vlerësim me 4.5 nga 5 dhe me një vlerësim për zbatueshmërinë e tij pra me 90%. Pra. Faleminderit ju. Ndërkohë, fjalën e ka tani koalicioni Euroatlantik Gerard Komit. Gerard, po është Faleminderit. Të dashur qytetarë të tjerë, të dashur organizatorë, të dashur. Unë jam Gerard Komit, një ndërtimi
një bir i këtij qyteti, një djalë që nuk ik, për të ndjekur një jetë më të lehtë jetësonit, por të zgjohet të qëndrojë, të punojë dhe të luftoj këtu për Shqipërinë tonë për tjetër. Sepse unë besoj në një Shqipëri që ne mund të ndërtojmë. Një Shqipëri ku prindërit nuk përcjellin me lot në sy fëmijët e tyre drita raportit, një Shqipëri ku rinia nuk largohet, por lëvizon. Një Shqipëri ku drejtësia nuk është privilegj për fortit, por për të mbrojtur të drejtë. Sot jemi këtu sepse jeta që na kanë ofruar nuk është ajo që ne meritojmë. Çdo ditë ne shohim njerëz që punojnë, lodhen, e rropaten, po mbeten pa shpresë. Fermierët që djegin prodhimet e tyre, të rinj që largohen me një bilet një drejtimshë. Nënat që llogarisin çdo qendër për të mbajtur gjallë familjen. Kjo nuk është Shqipëria që ne ndërruam. Por kjo është Shqipëria që ne do të ndërtojmë. Dhe ndryshimi fillon tani. Nuk vjen thjesht me fjalë boshe, por me një plan konkret dhe një vizion të qartë. Imagjinoni një familje të re, që sapo ka lindur në jetë një fëmijë të parë. Në vend që përballet me braktisjen, ajo merr 2.000 euro mbështetje direkt për të ndihmuar në fillimin e jetës. E nëse kanë 3 fëmijë, marrin 20.000 euro, sepse të rritësh një familje nuk është një barë, por një bekim. E sidomos në këtë kohë, ku shpopullimi është shumë i përhapur e sidomos në Fier. Dhe për çdo çift të ri që ndërron një shtëpi, ne do të subvencionojmë kredin, që ëndra për një stre të mos mbetet peng i bankave. Ekonomia. Një ekonomi që shërben për një grush njerëzish është një ekonomi e sëmurë. Ne do të bëjmë këtë ekonomi me taksën e shesht 9% për të gjithë, që parat mos mbeten në xhepat e oligarkëve, por të kthehen në mundësi për çdo qytetar. 0 taksa për biznesin e vogël, që çdo zanatçi, çdo sipërmarrës i ndeshëm të ketë një shans real për të ecur përpara. Do të heqim taksën rama mbi karburant, që sot rreth çdo familje, çdo biznes, çdo fermer. Ne do t'japim shpresë për rinin që po humb në qytetin e Fierit. Ne do të ndërtojmë 4 kampuse kombëtare, ku një prej tyre do të jetë në Fier, ku 25.000 të rinj do të trajnohen në fushën që hap derën e së ardhmes, në teknologji dhe programim. 10.000 të rinj do të kenë stazhe të paguara. 10.000 të rinj që kanë mbaruar arsimin profesional dhe universitetin do të kenë stazhe të paguara. Në këtë mënyrë do të kemi urën e punësimit. Shëndetësia. Shëndetësia nuk është një biznes, është një e drejtë. Me kartën e sigurimit shëndetësor, çdo qytetar do të ketë akses të plotë dhe kujdes shëndetësor në publik apo privat pa pagesa të fshehta, me rimbursim sipas diagnozës, që do të sigurojë që askush të mos mbetet pa mjekim, vetëm se nuk ka para. Drejtësia. Drejtësia nuk do të jetë një mburoj për politikanët që kanë vjedhur. Ne do të heqim imunitetin e deputetëve dhe zyrtarëve të lartë. Do të bëjmë vettingun për politikanët. Do të ngrem njësinë e rikuperimit të pasurive të vjedhura, që çdo lek i vjedhur të kthehet te qytetarët, e jo tek ata që rrinë sot në burgun e Fierit, Durrësit apo tek 313. Toka, fermieri e bujqësia. Ne do të subvencionojmë 100 milion euro të subvencionet direkt që në vitin e parë, atje ku punohet dhe prodhohet. Tek fermierët do të subvencionojmë për çdo kilogram, duke ulur kostën e prodhimit në 30 deri në 40%. Nuk do t'i shohim prodhimet e tyre të kalben nëpër toka, por do të kenë treg të sigurt e një shtet që i rrin kraj dhe i vlerëson. Për të moshuarit tanë, do të kemi rritjen e pensioneve dhe indeksim të përvitshëm të pensioneve të tyre. Bonus për pensionet me të ardhurat më të ulta, pagesë dinjitoze për personat me aftësi të kufizuar. Po Shqipëria nuk është brenda kufive. Shqipëria jeton në çdo qytet të Europës, në çdo rrugë të Amerikës, në çdo cep ku punojnë dhe ndërrojnë shqiptarë. Diaspora jonë nuk është thjesht një numër, është një pasuri kombëtare. Ne do të krijojmë Universitetin e Diasporës, një urë që bashkon dijen, eksperiencën dhe krenarinë shqiptare kudo që ndodhet. Po, Shqipëria nuk është një ishull i izoluar. Ne jemi pjesë e një familje të madhe, familjes europiane. Dhe nuk është një vetëm objektiv politik, po është një mision për ndërtuar një shtet me standarde europiane, ku drejtësia është e barabartë për të gjithë, ku ekonomia respekton punën dhe dinjitetin. Jetojmë me mundësi të barabarta. Ne do të fillojmë lidhjet me Bashkimin e Bashkuar të Amerikës, sepse zhvillimi, siguria dhe ardhmja jonë është rruga drejt Europës. Të dashur miq, ky është momenti ynë. Të mos lënë shansin të na kaloj pranë, të mos lëmë shpresën të na heqë me avionet e rinisë sonë, të mos heshim përballë padrejtësisë, korrupsionit dhe pabarazisë. Në 11 maj të ngrihemi dhe të jemi të qartë dhe të themi, po, Shqipëria meriton më shumë. Po, Fieri ynë meriton më shumë dhe bashkë do ja dalë. Shumë faleminderit. Kjo isha gati të fikse po. Që i saktë. Shqipëria bëhet e të bëjë.
Përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë për këtë hapësirë që keni përgatitur për ne. Faleminderit Nevilës, e cila insistoi shumë që ne ta zhvillonim këtë bisedë këtu të gjithë së bashku, edhe për të parë nga afër njëri tjetrin, po edhe për të përballur, le të themi, si ajo rinia fjerake që në fund kthehet në qytetin apo qarkun e vet dhe dëshiron të japi kontributin për vendin. Unë po prezantohem pak shkurtimisht, unë quhem Erion Muska, kam përfunduar studimet për inxhenieri informatike në Universitetin Politeknik të Tiranës. Prej vitesh punoj në sektorin IT-s dhe telekomunikacioneve, prej 13 vitesh për të qenë më të saktë. Sot unë jam një nga themeluesit, bashkëthemeluesit e Lëvizjes Shqipëria Bëhet, tashmë parti politike dhe në një koalicion, në koalicionin Nisma Shqipëria Bëhet. Gjithashtu unë jam sekretari organizativ i saj, si edhe drejtuesi politik për qarkun e Fierit. Do desha që këtu përpara jush të bëja një prezantim pak sintetik të thjesht të asaj rruge të cilës ne ju nisëm, ku jemi sot dhe ku dëshirojmë të shkojmë. Lëvizja Shqipëria Bëhet nisi si një lëvizje qytetare, jo politike, e cila kishte si synim një dhe një të vetëm demokratizimin e vendit. Si e mendonim ne demokratizimin e vendit? Ne atë bazuam në 4 pika shumë të thjeshta. Një e para që vota e diasporës. Çfarë vumre ne në këtë aspekt në shoqërinë shqiptare? Ekzistonte një vendim i gjykatës kushtetuese i cili e detyronte Kuvendin e Republikës Shqipërisë që në kodin zgjedhor të aplikonte votën e diasporës. Ne si lëvizje u angazhuam publikisht që të 140 deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, nominalisht, për emër, ju quam draftin ligjor për mundësimin e votës së diasporës. Mjaftonte që një prej tyre, vetëm një prej tyre, kushdo qoftë ai, ta merrte këtë draft, ta fuste në renditje në parlament dhe më tej parlamenti mund të shprehej lirshëm me votë pro ose kundër. Ata nuk e bën këtë. Asnjëri prej tyre nuk e bëri këtë. Të 140 deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Në këtë kuptim, Lëvizja Shqipëria Bëhet u angazhua duke shfrytzuar hapësirën kushtetuese dhe mblodhi 21.000 firma qytetarësh në çdo rrugë, në çdo shesh të kësaj republike, për ta futur si iniciativë në Kuvendin e Shqipërisë, si iniciativë të lirë qytetare. Ne kësaj nisme ja dolëm dhe sot është fakt që diaspora do votoj, është fakt që sot diaspora sipas për llogaritjeve do ndikoj minimalisht rreth 20 kandidat për deputet të Kuvendin e Shqipërisë dhe është fakt që diaspora sot do jetë ajo e cila do ndikoj për mirë ose për keq në të ardhmen apo në rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Gjithashtu në të njëjtin projekt ligj që ne dorëzuam në Kuvendin e Shqipërisë ishte edhe hapja e listave. Hapja e listave zgjedhore. Shumë prej jush e di shumë mirë se çfarë do të thënë një listë e mbyllur dhe një listë e hapur. Një listë e mbyllur është praktikisht dëshirat e kryetarit. Praktikisht në listë të mbyllur janë ata të cilët ne kemi të faktuar tashmë për kaq e kaq zgjedhjesh, që janë ata të cilët e kanë mirë me kryetarin, janë ata të cilët duhet të zgjidhen se kështu do kryetari. Është një sistem kryetarokracie, kokë kaput, nga i pari te i fundit që pret dhe do të futet në listat e mbyllura të çdo lloj partie qoftë ajo. Në këtë kuptim, kur ne shkruam atë projekt ligj, ata fatkeqësisht kaluan vetëm votën e diasporës si detyrim kushtetues, kurse listat me një artific ligjore i bën më të mbyllura se çishi. Duke thënë që do të hapim 2/3 e tyre, kur në fakt 2/3 e tyre janë të mbyllura. Sot është fakt që mbi 98 deputet të Kuvendit të Ardhshëm të Shqipërisë do të zgjidhen nga listat e mbyllura, nga dëshirat e kryetarëve, nga dëshirat dhe konjunkturat e ndryshme të partive përkatëse. Në këtë kuptim, ne si lëvizje u angazhuam dhe ja arritëm që sot koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet do kandidoj me listat hapura. Dhe nesër, duke pasur bekimin e qytetarëve shqiptar, ne do të arrijmë në fund ta çajmë sistemin
dhe të japim listat hapura për të gjithë. Pika e tretë, po e kaloj shpejt, sepse Angelo thotë që unë e kalova kohën, është depolitizimi i administratës zgjedhore. Sot ju të gjithë e vëreni që ka i garë komisionerësh të majtë të djathtë të qendrës lart poshtë, të cilët çfarë bëjnë? Janë përfaqësues partie, militant, të cilët vetë numërojnë, vetë vullosin, vetë firmosin. Ne jemi kundra kësaj. Ne themi që për demokratizimin e vendit është e nevojshme që administrata zgjedhore të jetë një administratë apolitike, të jetë e formuar nga trupa dhomash, avokatie, noterësh, profesionistësh të lirë, arkitekt, të cilëve u dhëmb ajo diploma e tyre dhe nuk u bën përshtypje ai 7 vjeçari i burgut që mund të bësh për partinë. Do ta them dhe të fundit edhe e mbylla. 10 sekonda, e kam të shpejt. Referendumet. Referendumet janë ajo shpata e Demokleut që ne mendojmë që duhet të ri në kokë çdo qeverie. Është e pamundur që një qeveri e mandatuar për 4 vjet, më fal, një sekond. Po mirë si të duash. Do e bëj dikush nga ju pyetje, mbajeni mend referendumet se do ja u shpjegoj më vonë. Rrofsh Andrej. Përshëndetje të gjithëve. Dua ta nis një herë duke thënë që jam realisht shumë e lumtur që e shoh këtë sallë kryesisht me të rinj, se kanë ngelur shumë pak të rinj në Fier dhe të shohësh një sallë, një konferencë ku të rinjt kanë interes dhe marrin pjesë për të dëgjuar propozimet e kandidatëve të rinj në politikë, mua më jep shumë shpresë për të ardhmen. Një prezantim të shkurtër për veten, unë jam Frida Mavriqi, jam lindur rritur në qytetin e Fierit, jam 28 vjeça. Kam studiuar për psikologji, kam kryer edhe një master për psikologji ligjore në Universitetin e Tiranës. Nuk kam kryer ndonjë studim jashtë shtetit, po ti të them me bindje që i di mirë gjitha problematikat e sistemit arsimor në Shqipëri, duke që se kam studiuar këtu. Kam punuar në media si gazetare për 5 vite në media kombëtare. Kam qenë speaker e lajmesh dhe kryer redaktore aty. Përfshira ime politik, në fakt nuk është rastësi, gjithmonë kam pasur dëshirë të marr pjesë politik dhe është një pasion im i hershëm, po nuk kam gjetur atë hapësirën e duhur derisa u themelua Partia Mundësia. Kjo për vetë faktin se kam parë që politika është marrë çdo ditë me ne. Qysh prej kur zgjohemi në mëngjes, shkojmë në markete dhe deri në vendimet tona më të rëndësishme të jetës, si aplikimi për një vend pune apo aplikimi për një shkollë, politika merret me ne çdo ditë në fakt dhe mendosa që edhe unë të merrem me politikën, duke dashur të bëj ndryshimet që duhen bërë dhe për që veti të jetë më i zhvilluar. Për sa i përket programit të partisë politike ku unë aderoj, Partia Mundësia, ne kemi një program ku në fokus dhe në qendër është individi dhe zhvillimi i individit. Pasi ne besojmë se shqiptari në fakt ka potencial shumë të madh. Shqiptari duhet të jetë në qendër të një programi të një partie politike, individi, duke qenë se është një parti e djathtë. Ndër prioritetet kryesore të Partisë Mundësia janë, duke marrë parasysh dhe problemet më të mëdha aktuale në Shqipëri, është patjetër një zvogëlim i administratës. Ne të gjithë e dimë, realiteti është në Shqipëri rreth 30 deri në 40.000 punonjës administrate janë punonjës fiktiv, të cilët janë aty, po në fakt janë të punësuar politik. Dhe përmes shkurtimit të tyre me një administratë më të vogël por më efikase, ne mund të arrijmë të kursejmë rreth 1 miliard lek që kursehen, dhe këto pastaj të investohen aty ku është nevoja më e madhe, siç është arsimi, shëndetësia, rritja e pensioneve, të cilat janë krejtësisht realizueshme dhe të zgjidhshme, por ka munguar dhe ka pasur mungesë të vullnetit politik për të përmirësuar këtë sektor. Një tjetër shtyllë shumë e rëndësishme e programit tonë është edhe mbrojtja e pakushtëzuar ndaj drejtësisë dhe specifikisht ndaj SPAK-ut, sigurisht, madje mund të shtoj këtu që jemi e vetme parti politike e cila ka mbajtur edhe një tubim në mbrojtje të SPAK-ut në sheshin qendror në Tiranë. Kjo sepse ne mendojmë që drejtësia duhet të jetë absolutisht e pavarur nga shteti dhe duhet të ketë mbështetje të plotë për të vazhduar për punën e saj. Besoj të gjithë tani jemi të vetëdijshëm që ka filluar të ketë një erë pozitive nga drejtësia me arrestimet që ne kemi parë kohët e fundit dhe shpresojmë që të vazhdojë të jetë kështu. Në këtë mënyrë hapet rruga dhe për
figurat e reja politike të cilat janë figura të ndershme, unë jam e bindur, por sistemi nuk i ka lejuar që të futen në parlament dhe për përfaqësuar qarkun e tyre. Një tjetër pikë shumë e rëndësishme që në fakt dhe për mua si kandidate e kam pak më për zemër dhe mendoj që është më e rëndësishme është dhe arsimi. Nga buxheti i shtetit vetëm 3% shkojnë për arsimin, që është buxheti më i vogël ndaj një sektori që është më i rëndësishëm. Duke rritur më pak, 2.48, as 3%. Katastrofë. Është fatkeqësi, realisht është fatkeqësi, prandaj dhe ka pasoja siç është ikja e të rinjve jashtë. Duke rritur investimet në arsim, dhe bëhet fjalë jo vetëm për ndërtimin e shkollave ku fasadat jetë shumë e bukure dhe të ndërtohen shkolla kur nxënësit po ikin, nuk kanë nxënës, por të investohet në cilësi, në arsim cilësor, të rriten pagat e mësuesve, po edhe kualifikimi i mësuesve duhet parë. Siç përmenda pak në fillim, sa kam? 1 minutë, okay. Thash në fillim që me shkurtimin e vetëve të administratës, duke pasi administratë më të vogël, por efektive, prandaj dhe logoja dhe slogani i partisë sonë është shtet më i vogël, por efektiv, duke përshtyr 1 miliard lekë, ne arrim që këto të investojmë në rritjen e pensioneve. Për pensionet kemi një skem shumë të mirë ku ju e dini që pensioni mesatar është 190 euro dhe përmes programit që ne kemi nuk do lejojmë që asnjë pension të jetë nën 300 euro dhe do ketë 10% rritje çdo vit për të gjitha pensionet. Unë po mbyll me kaq, besoj preka të gjitha pikat shkurtimisht dhe kohën. Okej, mirë. Po e lë me kaq për të vazhduar pas pyetjes. Faleminderit. Radhën me ka Partia Socialdemokrate dhe zonën Aval Hoxhaj. Ava Hoxhaj. Përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi që jam këtu përpara jush, por njëkohësisht është edhe përgjegjësi shumë e madhe sa që jam përpara njerëzve, qytetarëve, sidomos të qarkut tonë. Unë jam Ava Hoxhaj, kam mbaruar studimet e larta në Barcelor për sociologji dhe master në administrim të institucioneve në sistemin e drejtësisë. Që e vogël jam rritur duke dëgjuar çdo ditë në shtëpinë time të flitej për politikë. Kjo për shkak se babai im ka qenë i angazhuar dhe ka shërbyer për vite si kryetar komune dhe gjithashtu dhe si kryetar partie. Që kur isha e vogël, isha e apasionuar pas tij dhe ndërroja që kur të rritesha të ngjaja atij dhe të kontribuoja dhe unë në vendin tim. Por normalisht kur u rrita u përballa me një politikë aktuale e cila nuk përfaqësonte vlerat e mia. Dhe për këtë arsye vendosa që të punoj me kompani globale, me kompani të huaja, ku kam arritur të ndërtoj përvojën në zhvillim personal, në komunikim dhe në leadership. Dhe në vitet e fundit kam pasur fatin e mirë të njihem me Partinë Social-Demokrate, duke njohur dhe vlerat që transmeton dhe ka në bazë kjo parti, të cilat janë në përthueshmëri dhe me vlerat që unë posedoj, vendosa që më në fund t'i rikthem politikës dhe pse jo të jap kontributin tim për vendin tim me një parti e cila ka në fokus qytetarët. Ka në fokus nevojat e qytetarëve, është një parti e cila është transparente dhe gjithashtu në fokus ka dhe barazin. Në rrugtimin tim dhe pas përfundimit të universitetit, nuk duhet ta mohoj që edhe unë kam pasur ato përplasjet politike për sa i përket të zënit një vend pune me merit dhe këtë nuk e kam pas fatin duke qenë se ne e dim se si operohet në Shqipëri, por gjithsesi nuk jam dorëzuar as edhe një herë. Unë kandidaturën time nuk e bazoj në pushtet, kam zgjedhur që të jep një fytyrë e re në politikën shqiptare dhe jam me të vërtetë shumë e lumtur që sot në këto vite dhe në zgjedhjet që neve kemi shumë të rinj që janë rikthyer politikës. Unë vlerësoj çdo të ri, pavarësisht se janë dhe në parti të ndryshme. Unë jam nga ata të rinj që mendoj që pushteti nuk duhet i jepet në pronësi vetëm një partie, por duhet të ndahet në parti të ndryshme. Dhe jam nga ata të rinj që mendoj që secilit duhet i jepet e drejta që të tregojë dhe të demonstrojë veten e vet. Për sa i përket misionit të partisë sonë dhe programit që neve kemi, është një program social, pasi siç e theka edhe më përpara, partia jonë është një parti e cila gjithmonë është pranë njerëzve, dhe secila pikë e programit tonë është aq e rëndësishme për sa i përket mbarvajtjes së jetës dhe familjes
se çdo qytetari kudo që ndodhet, jo vetëm në qarkun e Fierit, por në të gjithë Shqipërinë. Disa pika kryesore të programit tonë kanë të bëjnë me rëndësinë që do t'i jepet shëndetësisë, të cilën e dim shumë mirë që është për të dëshiruar shumë. Unë vetë personalisht e kam vuajtur shpesh herë edhe me familjarët edhe me prindrit e mi, por jam e bindur që secili prej jush e ka vuajtur se çfarë të thotë të gjendesh në dyert e spitaleve tona. Dhe gjithashtu do të kemi një fokus shumë të rëndësishëm për sa i përket bujqësisë, duke hequr dhe duke kompensuar 8% të taksës së bujqësisë dhe gjithashtu duke u dhënë mundësi fermerëve në suportin e tyre dhe do të kemi rëndësi jo vetëm tek bujqësia, do të kemi rëndësi tek turizmi, tek të rinjët, duke dhënë mundësi jo vetëm të rinjve, por të gjithë qytetarëve të jenë pjesë e vendimarrjeve për sa i përket vendimarrjeve më të rëndësishme të vendit tonë. Dhe kjo mund të lidhet shumë ngushtë edhe me ju që jeni sot këtu, sepse jeni persona që dilni ballë hapur, sepse sot është e vështirë që të gjejmë persona të cilët nuk kanë frikë të dalin përballë njerëzve dhe përballë partive politike, cilat do qofshin ato. Dhe faleminderit. Do prek dhe 2-3 pika të shkurta për sa i përket programit tonë, patjetër që ka shumë për të folur. Ne në programin tonë kemi vendosur që mos të kemi asnjë pension më të ulur se 190 euro, gjithashtu duke ulur dhe çmimin e shportës familjare, do të bërë të mundur që çdo familje të kursejë të paktën 400 euro në vit, gjithashtu duke ulur dhe pjesën e taksës së karburantëve. Asnjë sëmundje nuk do të mbetet pa mjekinë dhe trajtime dinjitoze, kjo për shkak të programit që partia jonë synon të investojë mbi 500 milionë euro për sa i përket ndihmës që do të jepet shëndetësisë sonë dhe kryesisht personave që janë të sëmurë me kancer. Normalisht që do të njihemi edhe më gjerë me programin tonë, nuk dua që të marr kohë askurit. Faleminderit. Duhet që të kërkoj ndjes nëse ju kanë ndërprerë fjalën, por të dashur që të garantoj parasi dhe paanshmëri për gjithë kandidatët. Ndërkohë, tani do jem pak moderator në lëvizje, sepse është momenti që të ftuarit dhe të pranishmit që janë këtu në sallë me ne të kenë mundësinë e të shtruarit pyetje për secilin nga kandidatët. Do t'ju lutesha që të jemi sa më qytetar dhe radhë dhe kohë do të ketë për të gjithë. Okej? Në rregull? Jemi duke ecur. Po, me që të kam. Përshëndetje të gjithëve. Ju uroj në radhë të parë suksese. Ne jemi një shoqëri që duam fytyra të reja. Duam fytyra, po duam edhe zë. Dhe shpresoj se në zgjedhjet e ardhshme në parlament do kemi njerëz që të jenë zëri qytetarëve dhe jo të jenë zëri karrigës. Pyetjet që unë do të drejtoj dhe që nuk e di u prekën shumë pak, unë jam mësuese, vi nga arsimi, po jam dhe aktiviste e personave me aftësi të kufizuara. Pra përfaqësoj një pjesë të shoqërisë e cila ka një zë të humbur, zëri që nuk i dëgjohet, zëri me të cilin ata dhe nëse duan ta ngrenë, të tjerët heshtin. Po me sa dëgjova nga programi juaj, pash që u prek shumë pak. Personat me aftësi të kufizuar janë njerëz që kanë sëmundje ose probleme të ndryshme. Kanë diagnoza të ndryshme. Edhe nëse kanë diagnoza të lehta, duan të punojnë, është shumë e vështirë. Kemi ligje, po i kemi të pazbatueshme. Juve, si do të mendoni, juve nesër nëse do ishit fitues, si do veproni në lidhje me aftësinë e kufizuar? E para dhe e dyta, sa do ishte buxheti juaj për arsimin? Vetëm të cilësoj edhe diçka, për secilin kandidat, do të kemi, këtu është të thënë nga 1 minutë, po unë me që jemi gjithë nga Fieri, po e bëj 2 minuta, për secilin pyetje që do të shtrohet nga qytetarët. Po, sa i përket? Hapur është? Që mos të mërzitesh kur të thonë. Po, 2 minuta. dakor. Për sa i ndezrush punon? Po, këtë herë punon. Rrjetet sociale. Në rregull. Okej. Okej. Në rregull. Për sa i përket arsimit edhe unë në fakt jam shumë i ndjeshëm aty. Dhe nëse i referohemi Fierit, do të dalë edhe tek ajo më vonë, nëse i referohemi Fierit, ne jemi një qark ku na është mbyllur një shkollë dhe na është hapur një derë burgu. Që
dalim tek shpreha e të madhit Victor Hugo. Gjatë ditëve që kam qenë në terren, kam takuar personalisht këta gjithë njerëzit, ose të paktën në zonën që unë mbuloj, me probleme në pamundësi për të punuar edhe kështu me radhë. Jetojnë në gjendje të mjerueshme. Jo më larg se para një jave, vizitova vetë njërin prej tyre në shtëpi, kishte një kemp prej 110.000 lekësh. Ndërkohë i kishin hequr, ishte në pamundësi për të punuar, pra nuk hynte në kategorinë që edhe mund të bënte ndonjë punë. Kishte 110.000 lekë kemp të vjetra, edhe i kishin hequr dritat, sepse nuk kishte mundësi t'i paguante. Kjo është gjendja më ashtu. Ndërkohë që sot do të jetë minimumi jetik 200 euro për çdo njeri, për çdo pensionist, për çdo njeri në pamundësi fizike për të punuar, dhe do të ketë një përkujdesje të shtuar ndaj tyre. Nuk do të jenë më vetëm siç janë sot. Është një strukturë e tërë që do të vihet në lëvizje. Kjo është e gjitha e shkruar në programin tonë. Buxheti për arsimin do të jetë 5% e buxhetit për arsimin. Nëse keni diçka për të shtuar për pyetjen e zonës, sigurisht. Jo, do t'i përgjigjem. Po. Absolutisht do t'i përgjigjem pyetjes zonjës, se çdo pyetje që do bëj çdo qytetar. Për të filluar për arsimin, Shqipëria është vendi i mundësive për çdo të ri, dhe sepse të rinjtë meritojnë këtë mundësi. Për arsimin e kemi 2 fishimin e buxhetit për arsimin, po ku do shkoj ky 2 fishim, do të kemi rritjen me 60% të pagave të mësuesve. Kollat do të qëndrojnë të hapura nga ora 8 deri në orën 16, pra deri në orën 4, duke lehtësuar në këtë lloj mënyre edhe stilin e jetesës për gjithë familjet, duke kthyer shkollën si një qendër komunitare që pas mësimit fëmijët të qëndrojnë po në shkollë, duke kryer mësimet e tyre, por dhe duke u mësuar për sportet, për muzikë, pikturë, por dhe për gjuhë të huaja. Do të kemi drek për nxënësit e shkollës 9-vjeçare dhe të mesme, dhe në këtë lloj mënyre 7500 specialistë do të kenë mundësi të punësohen në arsimin. Dhe absolutisht edhe për personat me aftësi të kufizuar është një problem shumë madhor, jo më larg se sa sot un kam patur një telefonat nga një zonjë Lama, e cila më shprehte shqetësimin dhe po më thoshte që sot është data 30 dhe ajo ende nuk kishte marrë kempin e djalit në komunën qendër. Ende nuk po jepnin sot kempin e djalit dhe tha djali im ka 15 ditë pa ilaçet. Dhe ky është një problem shumë madhor. Dhe absolutisht që ligjet janë, por ligjet janë aty për tu zbatuar, dhe çfarë duan këto ligje për zbatuar është thjesht vetëm vullneti politik dhe dëshira e njerëzve që këto ligje që bëjnë t'i zbatojnë. Faleminderit, shpresoj të kem qenë i qartë në kthimin e përgjigjes. Për sa i përket arsimit, në fakt nuk e di kush. Ai është për mediat online, ky është për sallën. Ti mbajmë dy atë. Për sa i përket arsimit, unë mendoj në fakt që një nga problemet kryesore, dhe kjo nuk është vetëm për arsimin, po edhe për atë, është depolitizimi i profesioneve dhe në këtë rast depolitizimi i rolit të mësuesit. Një nga gjërat kryesore që duhet bërë dhe është urgjente në Shqipëri është që profesionistët mos jenë të depolitizuar dhe të jenë detyruar që të marrin pjesë në përmitingjet e partive vetëm për të mbajtur vendin e punës. Kjo është një nevojë urgjente. Një tjetër gjë kryesore, dhe kjo në fakt duhet bërë përmes ligjit. Nëse kemi ligj të fortë, nuk ka gjë që nuk bëhet. Asnjë drejtor shkolle apo mësues me antarësi politike të marrë pjesë të fushata, dhe kjo vetëm për të garantuar paprekshmërinë e stafit arsimor. Për rritjen e buxhetit unë e thash që kemi buxhetin më të vogël për arsimin,
kolegu më tha 2.48 nuk ka arritur as 3%. Dyfishimi i buxhetit për arsimin është një nevojë emergjente edhe kjo, dhe patjetër që dhe rritja e rrogave të mësuesve dhe e kushteve në shkolla. Unë e ceka edhe pak më herët, nuk kemi për fasadat bukura, por për cilësinë e arsim. Diçka tjetër shumë e rëndësishme në fakt që unë dua ndalem, se më gazmoi dhe një djalë që ishte i ri parë dhe më tuk shumë inteligjent, dhe një nga pikat kryesore të partisë të programit tonë është edhe themelimi i institucionit arsimor për nxënës me inteligjencë mbi mesatare. Nuk e di nëse keni parasysh atë modelin Atom në Kosovë. Nëse nuk e dini, është një model që fokusohet tek nxënësit me inteligjencë mbi mesatare, të cilët duhen edhe promovuar, po edhe duhen mbështetur nga shteti. Kështu që krijimi i institucioneve dedikuara për talentet e veçanta është një nga pikat kryesore. Dhe bursa për studentët ekselent. Patjetër, shiko, ka një gjë që unë dua të jem e sinqert. Nuk është se këto pjesë më të madhe të këtyre që unë përmenda nuk ekzistojnë. Këto ekzistojnë në Shqipëri, por nuk zbatohet ligji. Dhe të bëjmë të mundur të zbatohet ligji edhe për personat me aftësi të kufizuar, që quhen PAK, apo për studentët ekselent. Mjafton të zbatohet ligji, dhe kjo duhet, ne këtu duhet të fokusohemi, të garantojmë zbatimin e ligjit, si për persona me aftësi të kufizuara, si për nxënësit ekselent. Dhe kjo, besoj që kjo jep zgjidhje gjërave. Atëherë unë do ta nisja duke përgjigjur pyetjes tuaj nga personat me aftësi të veçanta, do i quaja unë, të kufizuara. Okej. Gjithsesi mua nuk më pëlqen ta përdor si term atë, më pëlqen më shumë të përdor si term persona me aftësi të veçanta. Do thosha që në këtë kuptim pagesë në 200 euro për ta në muaj nuk duhet të ekzistojë. Nuk duhet të ekzistojë as për pensionet, nuk duhet të ekzistojë as për ndihmën ekonomike, nuk duhet të ekzistojë për asnjë stres në nevojë. Kuptohet dhe indeksimi i këtij benefiti për çdo vit është i arsyeshëm dhe i parashikueshëm në programin tonë. Tjetra që do të shtoja unë është burokracitë e pafundme që hasen në këtë sistem me pjesën e kempeve apo me pjesën e njohjes së paaftësisë. Ajo që ne kemi parë shqetësuese dhe besojmë që do duhet hiqej, absolutisht do duhet hiqej, është pjesa ku ne njerëzit me aftësi të veçanta i çojmë një herë në vit, një herë 2 vjet, një herë 3 vjet të rikontrollohen, a thua se ai që ka humbur njërin nga gjymtyrët do i shtohet gjymtyri vitin tjetër, dhe ky shtet ka nevojë që ta kontrollojë përsëri atë që ka humbur një këmbë. Këta e kërkojnë. Po, sepse ka dhe një çudi të madhe, ke drejt, se kemi një rast ku i thoshin që ke tokë. A thua me një këmbë do punonte tokën. Këto janë ca çmendurira që sistemi jon fatkeqësisht i mban ende në këmbë, të cilat ne parashikojmë që duhen hequr. Statuset për paaftësinë do të merren të përhershme dhe do të krijohet një institucion i veçantë i cili thjesht do t'i kontrollojë tip task force, nuk do të ketë statuse për kempe të vazhduesh, me rikontrolle çdo vit dhe çdo periudhë. Për sa i përket pjesës së arsimit, mbaroj prap. Shëndezur ky? Okej, të rrim te kjo dytën. Okej, në rregull. Atëherë, unë po e filloj nga përgjigjja për arsimin. Lëvizja Bashkë propozon rritjen e buxhetit të brendshëm e pjesës investuar që do shkojë deri në 4% të buxhetit të brendshëm bruto, sepse mbi të gjitha ne kemi një plan që është real dhe është i bazuar në studim real për të qenë i realizueshëm. Dhe mbi të gjitha duam të ndajmë politikën nga arsimi dhe këtë do ta fillojmë duke e bërë rrugën, procesin e ndërtimit të mësuesve në mënyrë të depolitizuar. Kështu që ne do bëjmë që diploma e mësuesit do të bëhet me kurse dhe me arsimim të vazhdueshëm, që do të çojë në nivel karriere për të bërë dhe drejtues në arsim. Pra, të largojmë drejtuesit e arsimit nga politika për të arritur cilësimin e arsimit. Dhe do rritet paga mesatare do bëhet rreth 100.000 lekë në muaj.
Kurse, për sa i përket, dhe nuk po ndaloj më tepër të kjo, se dua të flas pak më tepër për persona me aftësi të kufizuar. Ne aktualisht jemi në qarkun Fier dhe po flasim për Fierin, dhe është skandaloze për mua, pa pranueshme që kur vete në një ambulancë, në një poliklinik në qytetin e Fierit, nuk mund të ngjitësh shkallët, sepse se ke mundësinë dhe nuk ekziston një ascensor që të mundsoj ty që të vesh dhe të vizitohesh. Kjo është e pakonceptueshme kur ne jetojmë sot dhe shpenzohen të ardhura marramëndse për dekore, fasadash dhe çuditëra si te lumi Gjanicës, beton gjithandej. Dhe kudo në për qytete, kudo ku ka infrastrukturë urbane, kudo që ka infrastrukturë urbane, duhet mundësuar dhe duhet menduar gjithmonë për persona me aftësi të kufizuara. Faleminderit. Okay. Atëherë ju falenderoj shumë për pyetjen. Pyetja juaj është shumë e rëndësishme, normalisht koha është shumë e pakët për i prekur të gjitha pikat, por patjetër që personat me aftësi të kufizuar dhe arsimi janë pika kyçe në programin. Do nis me personat me aftësi të kufizuar, pra me ndihmën ekonomike që në programin tonë parashikohet jo më pak se 220 euro, dhe gjithashtu do investohet në infrastrukturë që do vinë në ndihmë të varësisht se çfarë aftësish të kufizuara për pjesë si person, dhe do të krijohen dhe programe të specializuara ku mund të ketë edhe persona që mund të përfshihen në programe të ndryshme të punës. Për sa i përket arsimit, arsimi është një pikë kyçe për sa i përket zhvillimit social dhe barazisë, dhe do të jepet shumë rëndësi buxhetit do të jetë 5%, por gjithashtu do të krijohen programe trajnuese dhe do të jepet shumë prioritet edhe mësimdhënies dhe vetë mësuesve në përgjithësi. Faleminderit për zgjatën e Po ja kaloj zonjës në fund të sallës. Përshëndetje, shumë suksese të gjithë të rinjve, edhe qoftë si një eksperiencë në shpalosjen edhe në kontaktet që keni me qytetarët. Pyetja ime është e përbashkët për gjithë dhe dua përgjigjen vetëm në 2 minuta. Kjo fushat parazgjedhore që është tani, mendoni se respekton të drejtat e njeriut dhe të drejtat e votuesve dhe keni pritshmëri pas ditës së votimeve për të thënë që po, të drejtat e njeriut, votuesit tanë janë ata që ne kontaktuam para fushate. Më thënë dua një impresion tuaj për gjithë mënyrën se si keni zhvilluar fushatën lidhur me drejtat e njeriut në këtë qytet. Nëse ju referohemi të drejtave të njeriut në këtë fushat, nuk do të dëshiroja të ndaja të drejtat e njeriut në këtë fushat nga të drejtat e njeriut në këtë qytet, po do të flisja për të drejtat e njeriut në përgjithësi. Në këtë qytet dhe në këtë vend ka organizata pafund, NGO e kështu me radhë, për mbrojtjen e grave, mbrojtjen e shtresave në nevojë dhe kategorive të caktuara, por në gjykimin tim ato nuk zbatohen. Në qoftë se do të flasim për shembull për shoqatat për mbrojtjen e grave, ne jetojmë në një vend ku ende gratë han dru fort, për fat keq. Dhe shoqatat për mbrojtjen e tyre janë pafund dhe nuk flasin. Pra, të drejtat e njeriut janë dhe një çështje që duhet të ngrihemi të gjithë nga pak. Po. Për fushat elektorale. Nëse po zbatohen sot gjatë fushatës elektorale të drejtat e njeriut, votuesit tanë, apo elektorati, se unë nuk e di kush është, kanë pak kënaqësitë e tyre në raportet me drejtat e njeriut dhe me shumë çka tjetër. Nuk e di për çfarë e keni, se drejtat e njeriut në gjykimin tim nuk ndahen në para fushate dhe pas fushate. Janë të drejtat njeriut, për çfarë keni fjalën? Kjo pastaj ndryshon. Kjo ishte pyetja. Është absolutisht dhe ke absolutisht drejt. Takojmë për ditë njerëz
që janë të friksuar nga ky sistem dhe nga qeveria aktuale. Janë njerëzit që njohim dhe që takojmë dhe që thonë se do të na mbështesin, po nuk munden të dalin hapur, janë të pafund. Ka njerëz në këtë qytet që pasi takojnë një, le të themi, kandidat apo një figurë të opozitës, kontaktohen me njëherë nga pushteti, ju ofrohet diçka ose shantazhohen në mënyrë të menjëhershme. Sot që flasim, më ka ndodhur personalisht, i kanë shkuar dhe i kanë ofruar, le të themi, gjëra nga më të çuditshmet. Nga paga, nga punësimi. Po. Nëse keni një sepse ju ka që nuk keni kuptuar pyetjen, ju kam lënë disa minuta shtesë. Nuk e kam kuptuar pyetjen? Pa nuk po përgjigjem. Nëse keni një Më lë pra të përgjigjem. Jam duke ju përgjigjur zonjës për të drejtat e njeriut që janë shkelur, sepse qytetarët po trysnohen dhe po presionohen nga kjo sistemi aktual, dhe unë nuk po flas për emra nëse e kishit këtë shqetësim. Po flas kush do t'i trysnoj tjetër, nëse nuk është qeveria. Edhe nuk janë këto. Atëherë, po përballemi, jemi një parti politike që kemi program dhe po përballemi me një regjim që trysnon qytetarët nëse mendojnë ndryshe. Ja, kjo është ajo që po ndodh. Nëse kanë një mendim tjetër nga ai i qeverisë. Dhe kjo nuk është hera e parë që ndodh në këtë vend. E kemi pasur një sistem të kësaj natyre për 45 vite dhe sot po reinstalohet. Po shpresoj që qytetarët të reflektojnë e të mos e lënë këtë të ndodhë vazhdojnë në 11 maj. Faleminderit. Kam të pyetje edhe kandidatët e tjerë, keni nevojë që zonja ta ripërsërisë pyetjen? Jo, absolutisht jam i qartë. Ju lutem të përmbajeni 2 minuta. Po, në këtë fushat, kudo që çdo njeri që takojmë, ose më saktë unë, po flas për eksperiencën time personale, për çdo person që takoj, absolutisht ndjej një lloj frike tek ata persona, të cilat thonë që do të mbështesin, po pa flamur, më thonë, tekstualisht. Do të themi atyre njerëzve tan të afërm sepse rrezikojnë vendin e punës. Më kam takuar dhe njerëz që shkojnë përtej asaj, më ka thënë dikush që shkoi vajza e vllajt tim është në vend pune dhe unë kam frikë. Pra deri këtu ka arritur ky sistem kërcënimi. Po absolutisht kemi parë edhe se si janë mbushur salla dhe këtu në qytetin e Fierit me studentë, të cilët kanë lënë orën e mësimit, i ka marrë mësuesja, drejtoresha, a nuk e di se çfarë, po kanë qenë në takimet elektorale. Kam parë se si gratë mbushin stadiumet edhe dëgjojnë lloj broçkullash, lloj fjalësh nga më të ndyrat që të cilët ose më saktë në familjen time nuk janë përdorur dhe unë këto i quaj të ndyra, pasi për atë që i përdor është krejt normale dhe kjo nuk më duket fort e bukur dhe fort e drejtë që këta njerëz dhunohen dhe vinë aty pa dëshirën e tyre. Por me që kam këtë kohë dhe këtë minutazh do t'i drejtojmë atyre qytetarëve, po minuta e fundit, do t'i drejtojmë atyre qytetarëve të cilët të dalin votime, ta shprehin mendimin e tyre pa frikë, sepse ai vend i punës nuk është një vend pune i cili i përket qeveritarëve, i cili përket ministres a kryeministrit, është një vend pune që ata e meritojnë, sepse punojnë me atë punë, Shqipëria është e tyre, nuk është e oligarkëve, Shqipëria është e tyre, nuk është i qeveritarëve. Pra Shqipëria është e gjithë dhe ne, dhe të dalin votojnë pa frikë, sepse nuk e heq askush nga puna, të dalin të votojnë pa frikë dhe të shprehin mendimin dhe vullnetin e tyre të lirë. Faleminderit. Për sa i përket pyetjes, mendoj që po. Klima tani para fushate tek votuesit në fakt është e tensionuar pak. Megjithatë, unë personalisht jam me mendimin që në këto palësjedhje ne ose po vëre një kontroll më të shtuar edhe një vëmendje më të shtuar dhe nga organizatat e huaja, po edhe ndoshta marrëveshja që bëri Spaku me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të pasur një proces elektoral dhe një klim gjatë
procesit votimit më të qetë. Kështu që unë të paktën duke qenë si e re, gjithmonë nisem me dua të kem atë shpresë dhe bindje që gjërat do jenë më mirë. Dhe mendoj që këto zgjedhje do jenë më të qeta në fakt. Kjo s'do të thotë që nuk do ketë çfarë ne kemi parë zgjedhjet e kaluara, intimidim apo edhe presione nga më ndryshmet, megjithatë unë mendoj që këto janë kudo në fakt. Ndoshta në Shqipëri janë më të theksuara sepse e tillë është klima politike në Shqipëri dhe në rajon dhe në Ballkan, por unë po vëre në këto zgjedhje që elektorati gri si kurrë më parë ka një interes të shtuar për të marrë pjesë, për të votuar dhe për të dëgjuar dhe propozimet ne kandidatëve të rinj. Ndoshta se jemi dhe shumë të rinj që po përfshihen politik këto zgjedhje dhe ka një vëmendje të shtuar dhe ndaj nesh. Këtë e kam bërë edhe gjatë takimeve të mia. Të dy kolegët që folën thanë që në takimet që kanë pasur, ka pasur dhe nga qytetarët që kanë thënë nuk dalim dot publikisht, po keni mbështetjen tonë, është e vërtetë në fakt. Edhe mua më ka ndodhur vetë personalisht, ka pasur dhe raste të tilla, megjithatë kjo është krejt e kuptueshme. Ndoshta frika që shqiptarit i është implementuar dhe brendësuar për vite e bën që të mos dalin dot publikisht, por e rëndësishme është që në kutinë e votimit, sidomos tani në këto zgjedhje çdo gjë është e monitoruar, është e vëzhguar me kamerë dhe unë kam kuptuar që njerëzit nuk kanë frikë te kutia e votimit më. Ndoshta nuk vinë dot marrin pjesë në takime, po aty do jenë të zgjuar të bëjnë zgjedhjen e tyre sepse nuk i shef dot më njëri. Pastaj shqiptari është i zgjuar edhe dita bëj zgjedhjen te kutia e votimit. Kështu që ta lëmë kaq. Mirë, okay, kaq. E kam shtuar 1 minutë sepse këtu në skadet e kemi programuar që të kemi 1 minutë. E kam bërë 1 minutë. Unë do doja të përgjigjesha kësaj pyetje duke ju thënë që këto zgjedhje, kjo fushat, qoftë për ne, po me sa po vëmë re dhe ne, do jetë totalisht e pazakont për të gjitha forcat politike. Bashkohem dhe unë me ato që ka thanë paraforcit, është fakt tashmë që intimidimi ekziston, është fakt që blerja e votës ekziston, është fakt që kërcënimi me vendin e punës apo me tatimorët eventual që të vinë ke biznesi ekziston. Dhe këto në opinionin tim janë ato çka kanë bërë këtë lloj pushteti që rrotullohet ose kërkon rotacion mes veti të vazhdojë dhe të jetë permanent në 34 vitet e kaluara që ne kemi pasur. Ajo që ka do të thosha unë është që ajo që po vërejmë ne në çdo rrugë, në çdo qytet, si në diasporë, si në Shqipëri, si këtu në qarkun e Fierit, është se ka shpresë. Në vetvete ka shpresë. Ka shpresë duke parë nga e reja, ka shpresë duke parë nga një lloj realiteti tjetër, një lloj realiteti që nuk kërkon riciklim, po kërkon ndryshim. Dhe ajo që ne duam dhe ndryt apo tjetrit, apo radha ime, apo jotja. Gjë që ne dëgjojmë rëndom dhe prevalon shumë shpesh pyetja ç'do ndodhi dhe ç'do bëni, me këta apo me ata, me asnjë, me të rënë, me ndryshim. A ka pasur konstatim të shkeljes të drejtave të njerëzit gjatë fushatës që ka perceptuar unë? Mund të them që s'ka patur, sepse është absurde të kesh dy sy që të shikosh dhe mos ta thuash që ke konstatuar diçka të tillë. Dhe për mua personalisht si person që jam shumë i ndjeshëm ndaj të drejtave dhe lirive të njeriu, është vërtet ulurisë që në 2025 njerëzit të kenë frikë të marrin pjesë sot këtu në një përballje publike, që unë në një qytet si Fieri, në një qark si Fieri, do ndërroja që kjo salla mos na nxite qytetarët. Pra, të kishte një pjesëmarrje më masive dhe jo të kënaqeshim një pjesëmarrje të tillë që prapë është pozitive, por jo, do të gumëzhinte salla nga njerëzit dhe nga pyetjet. Dhe po kam konstatuar frikë nga njerëzit, kam konstatuar ndrojtje, por për fat të mirë kam konstatuar dhe një guxim dhe një gëzim që po shikojnë alternativa të reja, po shikojnë fytyra që si kanë parë të përfshirë në pazaret politike. Dhe kjo është diçka shumë pozitive. Ama
unë kam parë një shkelje masive të drejtave njerëzit, duke parë një pjesëmarrje dhe po e filloj që të dje që ishte vlerëse për mua që kryeministri i një vendi të nxjerrë fëmijët, nxënësit e shkollave me pretekstin e një pjesëmarrje në një ekspozit në vend të hapur dhe të bëj pasarele të nxjerrë studentët vetëm për të bërë një fushatë elektorale, është e papranueshme për mua. Siç është e papranueshme që ne shqiptarët sot dhe ne qytetarët e qarkut Fier të pranojmë që kryeministri i një vendi të dalë dhe të ofendojnë gjysmat, burrat dhe gratë e këtij vendi dhe të nxjisë fëmijët që të shikojnë foto nudo të tillë dhe ne mos të kishim dalë në shesh dhe të kërkonim ndërheqjen e menjëhershme të parakohshme pa arritur fare ditën e zgjedhjeve. Pra, për mua po ka pasur shkelje. Ka pasur shkelje dhe nuk mund të themi asnjëherë për të se ka guxime këtë gjë jo. Faleminderit. Atëherë, në mendimin tim personal, sepse kuptova që pyetja juaj ishte drejtuar ne si e mendojmë ne personalisht, këto janë zgjedhjet më të tensionuara, por gjithashtu dhe më të kontrolluara që mund të ketë pas Shqipëria ndonjëherë. Ajo që unë mund të them është që çdo qytetar, një nga të drejtat më të rëndësishme është e drejta e votës që ka. Dhe do të kuptoni që vlera që do të jepni vetë votës suaj ka shumë pesh në atë që do të ndërtohet ose në atë që do të pasojë. Për të ardhmen në qytetin tonë, por për të ardhmen dhe gjithë vendit ku neve jemi. Për të rinj, por dhe për brezat e tjerë që do të vinë. Ndaj secili duhet ta mbrojë votën e vet. Dhe sot në këto zgjedhje ne kemi mundësinë që secili mund të mbrohet edhe me ligje dhe të ankohet direkte, ndaj mos bini pre presioneve, por jepeni votën tuaj ashtu sikurse ju dëshironi dhe mendoni. Organizatorët janë duke më thënë që 2 minutë që është shumë, sepse ne në orën 6 kemi planifikuar për ta mbyllur, kështu që ju lutem, duhet jeni. Po, patjetër. Po, patjetër. Jeni të dy. Po, bashkë. Është indes. Tani presidenti, kandidat dhe uroj një fushat sa më të mirë. Një pyetje kam për juve, i nderuar moderator. Pastaj kalojmë tek kandidatët. Një përfaqësues të kandidat të Partisë Pushtet nuk mundet ta thërrisë sot tu? Me vilës pastaj. Kjo tregon, mos ta themi. Një pyetje kam për kandidatët. Do të di çfarë politikash kanë gjithsecili për politikat mjedisorë, lidhur këto domethënë me shëndetin, se neve vim nga një zonë e shumë e të ndotur. Unë me Sajmiri që kam në krah, se jam përfaqësues i organizate ambientaliste, po dhe Sajmiri ashtu, kemi monitoruar gjithë fushën në mbajtje nga ballsi gjatë marinës, edhe na bie shpesh që punojmë edhe me reporter të huaj, kanë të njëjtën gjuhur vinë. Për patos marinës në thonë që me të vërtetë është që Çernobili i shqiptar. Dhe duhet të di nga kandidatët cilat janë politikat, se duke u nisur domethënë nga një bilanc tepër tragjik të vitit 2022, ku kemi patur edhe domethënë një humbje jete, madje edhe 12 vdekje nga kanceri në gjak domethënë vetëm në fshatin e Zgarrës. Vdekje domethënë brenda 2 muajve. Të vitit 2000, domethënë gusht, shtator të vitit 2022. Një përgjigje dua nga pyetja konkrete është kjo. Cilat janë politikat tuaja për mjedisin? Ky mikrofon është për mediat sociale. Pra nëpërmjet këtij mikrofoni dëgjohemi vetëm në mediat sociale. Ky është mikrofoni i sallës. Po. Vetëm ju lutem zoti Semanjaku, sepse do të jemi në limitet e kohës 1 minutë direkte në përgjigje të qytetarit. Unë do të, duke qenë që dhe e njoh mirë fushën në mbajtëse të marinës, do të përgjigjem vetëm për atë pjesë.
Ne dim që ka dy bankers. Është bankersi nën leadershipin kanadez dhe bankersi nën leadershipin kinez. Dhe këto dy leadershipe janë njëkohësisht dhe dy lloj ndotjesh që kanë ndodhur në ambient. Unë kam jetuar vetë aty, jetoj vetë aty, kam punuar prej 4 vitesh dhe ajo situatë sa vjen edhe rëndohet. Në qoftë se flet për politika, politika është një, në gjykimin tim, edhe shumë e thjeshtë. Aktualisht, bankersi në leadershipin kanadez duhet të rishikohet komplet marrëdhënia me ta. Pa ato janë një kontratë konfidenciale, është një kontratë konfidenciale që ne nuk mund ta dim se çfarë po ndodhim, se çfarë po ndodh realisht aty. Unë jam vetë një njeri që e njoh mirë situatën në Marinës, e njoh mirë. Është një situatë të e rënduar, shkoj dhe i takoj vetë këta njerëz, edhe ka vetëm një zgjidhje. Ka vetëm një zgjidhje, rishikimi i kontratës me ta. Pastaj reduktimi i ndotjes është një çështje shumë e thjeshtë për të zgjidhur. Pse nuk reduktohet dhe pse nuk ndodh, kjo është për të zbuluar. Dhe do ta zbulojmë. Ndërkohë, sepse zotëria më bëri një pyetje dhe sigurisht ne ja kemi themi kërkesën të gjitha forcave politike, por nuk kemi pasur le të themi një përgjigje nga socialistët. Po, për t'i kthyer përgjigje zotërisë, absolutisht e njoh shumë mirë zonën naftëmbajtëse, sidomos të Marinzës, sepse që i vogël jam rritur dhe në ato shtëpitë e Marinzës për shkak të lidhjeve të mia farefisnore me atë fshat. Dhe problemi është evident dhe sot, por për një arsye shumë të thjeshtë, sepse këto pasuri, se sidomos pasurinë shumë madhe të naftës që ka gjitha ajo zonë, është në dorën të disa personave të cilët kanë kaq shumë pushtet sa dhe shteti nuk i kontrollon dot, kaq shumë pushtet sa dhe shteti nuk i kërkon dot llogari, sepse gjithë ndotja është shumë e kollajt, po të zbatohet me përpikmëri ligjet, nuk do kemi këtë ndoti që ne kemi sot, por neve i kemi këto probleme dhe në Zharrë, në Marinzë, në gjithë zonën naftëmbajtëse të Fierit, për shkak sepse këta janë disa oligark, të cilët shteti i rri gatitur këtyre personave dhe jo këta persona të rrin gatitur shtetit. Këta i bëjnë ligjet vet, këta i propozojnë ligjet tek qeveria thjesht vetëm ngret dorën në favor të tyre. Dhe ky është problemi më i madh të cilët po ndodh në Shqipëri për gjithë këto vite. Faleminderit. Për sa i përket pyetjes, unë mendoj që kjo zgjidhje duke bërë një auditim të pavarur për çdo kompani që operon në atë zonë dhe bashkangjitur kësaj me ne si parti jemi kështu për të mos vendosur gjoba për shembull për bizneset e reja, për startupet, por kur bën puna këtu te ndotja midisore, gjoba në kokë për çdo kompani që nuk respekton ligjet edhe kriteret për të operuar në atë zonë. Unë mendoj, edhe personalisht, po edhe në ideologji që vetëm përmes gjobave të forta, aty ku rrezikohet shëndeti i njerëzve, arrihet që të mbahet kontroll dhe që të zbatohet ligji. Kështu që nëse ka auditim pavarur, të rregullt, respektohen ligjet dhe kjo bëhet nëpërmjet kontrolleve të shpeshta, për çdo kompani, qoftë ajo shqiptare apo e huaj, vetëm kështu mund të mbahet në kontroll, se mund të ketë patjetër edhe kritere të tjera që duhen plotësuara apo edhe masa të tjera që duhen marrë, po të gjitha propozimet që mund t'jepen, nëse nuk ndiqen nga pas me respektimin e ligjit dhe me gjoba të forta për ata që nuk e respektojnë masa që duhen marrë, atëherë është e kotë që ne t'i themi ligjet dhe t'i themi masat, se ato nuk janë, ato ekzistojnë janë, por nuk respektohen se nuk i shkon shteti që t'i vëj gjopën asaj kompanisë atje dhe nuk ka një auditim pavarur që t'i rrin kokë dhe të shohë punën që po bën. Kështu që unë mendoj që janë për një auditim të pavarur të kompanive edhe për gjoba për ata që nuk respektojnë. Do ta nisja pak me shëll dhe ju thoja një dërgues që sipas të dhënave zyrtare në Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, në nën toka e qarkut Fier, le të themi nga pasuritë tona kombëtare ka dalë mbi 16 milion tonë. Plas në këto vitet e praktikisht e përmendi dhe zotëria përpara, unë jo them këtu përpara jush, ne marrim zero tatim fitimi nga kjo
nga gjithë këto burime natyrore. I marrin zero sepse është kjo kontrata e famshme, e cila do që t'i nxjerrim me fitim këta pa të paguajnë. Praktikisht vetëm në mos gaboj 2022-shin realizuar një xhiro fitim vjetor 700 milion euro dhe deklaruar 699.999 milion shpenzime. Në këtë kuptim, këto kontrata do të shbëhen, do rimenen në kontroll burimet natyrore të qarkut fier dhe ne propozojmë si pikë në programin ton që 10% e fitimit nga nxjerrja apo nga shfrytëzimi i burimeve natyrore duhet i kalojnë si fond bashkive në të cilat ky burim nxirret edhe përdoret. Në këtë kuptim këto 10% do përdoren për shkolla, për ambient, për përmirësimin e cilësisë së jetesës. Ne e dim që është fatkeqësi, po dhe fat i madh që i kemi këto burime natyrore në toka jonë. Dhe fat i madh që i kemi, fatkeqësia është që i kemi shitur për hiç mos gjë. Duhet i rimarrim në kontroll. Kaq. Një minutë? Okej. Atëherë, për sa i përket pyetjes suaj, unë e filloj duke thënë që çfarë do lloj plani dhe mase ne do të marrim, duhet fillojmë duke ju përfshirë pikërisht juve që jeni dhe për ekspertizën tuaj dhe eksperiencën në terren reale të njerëzve që janë marrë vazhdimisht me këto probleme. Ndotja që vjen në zonën afërmëse, mbi të gjitha është si shkak e korrupsionit që nuk e shikon të ndotjen. Unë kam qenë hartues i një projekti të bankës, kur kam qenë përgjegjës urbanistike, kam bërë projektin si arkitekt urbanist i zonës së Maritës dhe kam mbledhur çdo shtëpi, çdo rrugë kemi matë plëm. Dhe në qoftë se unë me perceptimin tim e shqisa ndjej ndotje në ajër, si ka mundësi që parametrat e dorëzuara dalin që janë brenda normave. Pra, ne duhet fillojmë duke i respektuar normat kundra ndotjes dhe duke zbatuar të gjitha ato nisma që vënë mbi të gjitha në radhë të parë për njeriu. Dhe ata banorë që jetojnë aty, që janë me fat që kanë ato burime në tokë, duhet të ndjejnë realisht me fat dhe të fillojnë ta ndjejnë atë mirëqenie që kanë në tokë, ta ndjejnë dhe nga shteti që kthehet nga ata, duke i ndihmuar dhe duke marrë masa që mbi të gjitha ata të jetojnë më të shëndetshëm dhe pastaj të kenë një ekonomi që arrin dhe të ndihmojë dhe në jetën e përditshme. Atëherë, për sa i përket programit tonë për mjedisin dhe menaxhimin e mbjetjeve, ne kemi si pika implementimin e strategjisë së riciklimit, si dhe investimin në infrastrukturën për sa i përket menaxhimit të mbetjeve. Gjithashtu një pikë tjetër që kemi është investimi në mbylljen e landfilleve të vjetra dhe në krijimin e transferimeve në pika të reja. Kemi në pikën tonë gjithashtu dhe transparencë për sa i përket menaxhimit të fondeve. Për këtë pikë dhe gjithashtu do të japim rëndësi dhe pjesëmarrjet dhe mendimit të qytetarëve në vendimmarrje për sa i përket mjedisit dhe mbetjeve gjithashtu. Faleminderit. Sigurisht tani duhet t'ia kaloj intervistës kemi kandidatët të të organeve të të Përshëndetje, faleminderit për mundësinë që na dha Përshëndetje, faleminderit për mundësinë që na dha Bashkia Fier për të bërë një ballafaqim dhe për të kuptuar më mirë nëse Shqipëria vërtet do ndryshojë ashtu siç duhet apo përsëri do vazhdoj këtu ku jemi. Pyetja ime për ju është që si fillim ju uroj të gjithë suksese dhe mendoj që nëse ju do të fitoni, sa përqind nga të gjitha mund të themi premtimet që na keni dhënë do të mbani, sepse nëse ju kërkoni ndryshimin, atëherë populli do ua japi votën, por pas 4 vitesh zgjedhjet do vinë prapë dhe nëse ju nuk besoj do ta mbani fjalën, atëherë populli do votoj prapë, ndoshta jo atje ku që janë, por një parti tjetër që beson më shumë. Shumë faleminderit. Po.
Të vazhdoj? Të vazhdoj? Po. Pra. Po. Në parim si po, në rregull, në rregull. Gati. Pra, në parim si që ju lartë përmendët, treguohet se çdo program pra është i shkëlqyer për sa i përket atyre direktivave të veta të cilat ai i mbart. Duhet të dimë se është vitale gjithashtu që të kemi, siç e dim pra po, siç thotë ju, të kemi një minimum etik apo gjithashtu të merren disa reforma të ndryshme rrjedhësore për sa i përket arsimit e tjerë, por për sa i përket problemi nuk qëndron këtu. Për shkak se siç e dini ju përballë keni një mazhorancë e cila në vitet pra në zgjedhjet e fundit vendore ka arritur të grumbullojë rreth 78 në 74 mandate. Pra një pjesë galopante të elektoratit. Pse ju nuk mblidhen dhe bashkoheni në një koalicion parazgjedhor, pra për të arritur edhe për të formuar një qeveri. Pra mendoj se nëse nuk arrihet të krijohet një qeveri e re pas 11 maj, do të përshkallëzonte edhe në një regjim diktatorial. Kjo ishte edhe pyetja ime, faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Unë jam Meri. Bëj pjesë tek Okej. E përsëris pyetjen, ju si forca opozitare, pra ju si forca opozitare, pra nëse partitë nuk mund t'i ashtu quhet të vogla, për shkak se këto parti janë parti të reja, kanë një frymëzim të ri, nuk përkthehet vota, nuk përkthehet në mandat. Nëse pra duhet të përkthehet në mandat dhe ju duhet të kishim në atë fletë votimi vetëm 2 parti, jo 10 parti. Për shkak se ju, këto parti të cilat nuk përkthehen në mandat, vota pavarësisht vendimmarrjes që digjet dhe kalon te partia e cila është mazhorancë. Faleminderit. Kjo Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Meri, bëj pjesë në një organizatë jo qeveritare, e cila quhet Epoka e Re, e cila ka në fokus rinin. Dhe çfarë fokusi do të thotë kjo? Kjo do të thotë që punon në perfeksionimin e vlerave dhe njohurive të cilat kanë të rinë. Dhe teksa po ju dëgjoja të gjashtë, vendosa të punoja rreth një pyetje. Një pyetje e cila mua më bën shumë çudi. Çfarë kontributi keni dhënë ju në shoqëri për të merituar votën e të rinjve? Dhe duke ditur që rinia sot po punon për të marrë një profesion, do të doja të dija që kjo rinia është e pashpresë dhe është e pashpresë në fokusin për të bërë profesionin që ata duan. Dhe dua të di se çfarë do të bënit juve që ata të fokusohen te puna dhe për të arritur një profesion, atë profesionin që ata duan. Pra, a do hapni vende pune dhe nëse do hapni në çfarë sektori? Dhe kur t'i hapni këto vende, a do t'i realizoni apo sa shpejt do të realizohet kjo lloj dëshirë dhe kjo ëndër? Se në fund fundit ëndrat janë të bukura, por për ta mbajtur këtë ëndër bëhet një maks për juve. Kështu që unë do doja një përgjigje sa më sinqert nga ana juaj, sepse ne po bëjmë një plan i cili bazohet direkt te rinia, tek ajo forcë e cila ne sot do japim dhe do i zgjasim dorën për të ardhmen tonë. Sepse ardhmja jonë nuk mbahet dot me te konservatorët, po mbahet gjithmonë te fryma e re iluministe. Kështu që ju falenderoj për vëmendjen. Ja. Sa të kemi minutazhin tani? Por le të themi edhe për korrektesë të këtyre qytetarëve, sigurisht pyetjet e të rinjve me të vërtetë janë të mira dhe ju duhet goxha kohë që të flisni, por ju lutem mos të devijoni dhe vetëm të përgjigjeni pyetjeve. Sakt. Tash për sa i përket prap me mua kjo. Për sa i përket mbajtjes premtimeve. Ai që unë së pari që se thatë që zgjasin në pushtet të kështu me radhë. Së pari propozoj kufizimin me 2 mandate të një njeriu në krye të një institucioni. Ai që ka bërë këtë quhet Abraham Lincoln dhe impakti i tij në shoqërinë amerikane edhe në, le të themi, në botë është i njohur. Nëse ne duhet ta kthejmë në kulturë dhe në traditë, që nëse një qeveri vjen me premtime të caktuara dhe këto nuk i mban, ne nuk duhet të presim as 8 vite më. Duhet presim vetëm 4 vite. Dhe këtë u a them edhe qytetarëve
kur i takoj dhe i kërkoj suportin e tyre për alternativën tonë dhe për alternativën time si individ. Për sa i përket koalicioneve, ne si Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore i kemi bërë ofertë dhe i kemi shtrirë dorën e bashkëpunimit çdo partie tjetër, të re, të madhe, të vogël e kështu me radhë. Na janë bashkuar 28, 27, të tjerët pastaj e gjykojnë vetë se si do ta zhvillojnë rrugën e tyre politike dhe rrugëtimin e tyre në publik. Për sa i përket kontributit që gjithë secili ka dhënë prej nesh në shoqëri që sot dalim para jush dhe ju kërkojmë votën. Ju kërkojmë besimin për të drejtuar dhe për të pasur në një farë mënyre në dorë fatet e qytetit. Ajo që i them dhe shpesh njerëzve kur të takoj është që kontributi më i madh që ne mund t'japim është vetë shembulli nga ne vim. Vetë shembulli nga ne vim. Arritjet që kemi bërë në jetën profesionale në le të themi në fushën e sipërmarrjes apo arritje të tjera. Ky është dhe unë e kam këtë merak edhe vetë. Por ndërkohë, nëse do të përfaqësosh politikisht, duhet të marrësh përgjegjësi përsipër. Edhe shumë njerëz e shmangin këtë fakt. Nuk pengon askush askënd sot në këtë qytet të merret me politikë. Ndërkohë që ajo që unë dëgjoj shpesh kur dal është që po ne nuk merremi me politikë, po ti nuk e ke këtë mundësi. Sepse politika nuk e ka mundësinë të mos merret me ty. Politika ekziston sepse ti ekziston. Në të kundërt, dhe pastaj ankohen qytetarët, le të themi për cilësinë e njerëzve që përfshihen politik. Kush ka penguar ty? Falenderojmë zoti Samia. Për t'i marrë me radhë pyetjet është sa përqind e këtyre premtimeve që ne bëjmë do të mbahen. Absolutisht plani që ne ofrojmë ndaj qytetarëve është i realizueshëm në masën 100% të tij. Por e bukur e zgjedhjeve kjo është që ne dalim para qytetarëve, bëjmë premtimet tona, marrim votbesimin e tyre dhe pas 4 vjetësh ne jemi po prapë në provë. Do vim po prapë tek këta qytetarë dhe të japim të bëjmë rezumen që i themi që çfarë nga ato që ju keni premtuar keni mbajtur dhe çfarë do të na ofroni më në të ardhmen. Dhe këtu është e bukur e zgjedhje që është po prapë në dorën e qytetarëve, të cilët ti ndëshkojnë këta kandidat për deputet që do jenë në zgjedhjet e ardhshme, të cilët nuk kanë mbajtur premtimet e tyre. Për pjesën e koalicioneve. Unë besoj fort jo në bashkimin mekanik të partive apo të individëve, por në bashkimin në lidhje me vizionin dhe idenë. Absolutisht ne kemi shtrirë dorën e bashkëpunimit ndaj gjithë partive të cilat kanë qenë pro listave të hapura, pro drejtësisë, pro vetingut në politik dhe pro lidhjeve me faktorin ndërkombëtar. Kush ka qenë pro këtyre ishte i hapur që të vinte në një koalicion me neve. Secili ka ndjekur rrugën e vet. Absolutisht këto kanë qenë parimet të cilat ne donim të mblidhnim partitë e tjera sepse nëse do bëjnë një bashkim mekanik, ky bashkim mekanik nuk do na çojë përpara. Për pjesën e kontributit që un kam dhënë në shoqëri. Un jam 28 vjeç, kam qenë një nga pjesëtarë dhe një nga organizatorët e protestës së studentëve. Kemi luftuar fort, jemi lodhur fort, absolutisht në Fakultetin e Inxhinierisë Ndërtimit ishte fillesa e protestës së studentëve, shumë bashkë me shumë miq të tjerë, absolutisht që pas asaj proteste, pas këtij organizimi në Fakultetin e Inxhinierisë Ndërtimit, organizuam në fakultetet e tjera, tek Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, tek Ekonomiku, tek Drejtësia dhe arritëm të bëjmë një zë shumë të fuqishëm. Por ky zë u shua shumë shpejt. Absolutisht kam qenë dhe në shumë protesta të tjera të shoqërisë civile. Dhe shpesh herë jo për të marrë protagonizmin, për të dalë aty me flamur që ky mund të bëj këtë, por megjithmonë me idenë dhe me qëllimin e mirë për zgjidhjen e këtyre problemeve. Por jemi hasur në vështirësi dhe shumë shpesh në mos realizimin e këtyre. Dhe
Çfarë kuptojmë nga gjithë kjo është që ti duhet bësh pjesë e vendimarrjes, sepse gjithçka është politike në fund të ditës dhe ti duhet të jesh pjesë e politikës që të ndryshosh dhe të japësh vizionin tënd dhe të implementosh vizionin tënd. Rinia e pashpresë, absolutisht, rinia është shumë e pashpresë në Shqipëri dhe në Fier, po kemi më pak të rinj. Unë jam 28 vjeç, kthehem në Fier, Angelon e kam patur në të njëjtin shkollë dhe kur vim në Fier, gjejmë shumë pak miq, shumë pak nga ata që unë kam mbaruar gjimnazin. Jo më larg se sot kam qenë në gjimnazin ku unë kam mbaruar dhe vetë profesorët dhe mësuesët atje shprehen që nuk po i gjejmë këta të rinj që kanë mbaruar, nuk kthehen më në Fier, nuk janë dhe më në Shqipëri. Dhe këtë shpresë ne duhet t'ia kthejmë rinis. Ne duhet t'i hapim sot një rinis, një port të cilën Shqipëria është ende e papërgatitur, është fusha e teknologjisë dhe programimit. Dhe në këtë lloj fushe neve shprehim sot që t'i trajnojmë këta të rinj në qytetin e Fier, duke ngritur këtu një kampus kombëtar për teknologjinë dhe programimin. Absolutisht dhe këshillimi i karrierës duhet të jetë shumë e rëndësishme. Sot nuk duhet të çojmë drejt fundit jam. Sot kishim dhe kemi akoma kamarier të cilë kanë mbaruar juridikun. Pse duhet kemi kaq shumë student që vënë në juridik, kur duhet kishim një këshillim karriere shumë të mirë dhe shumë perfekt për studentët. Vendet e punës absolutisht që një fjali shumë e shkurtër, absolutisht vendet e rinia duhet lidhet shumë shpejt me tregun e punës dhe nëpërmjet stazheve ku qeveria do t'i paguajë dhe në sektorin privat rrogën këtyre studentëve, do ta bëjmë më të lehtë që një sipërmarrës të punsojë dhe të ketë në gjirin e vet një profesionist të ri, një të ri, tashmë dhe trajnuar për një viti. Faleminderit. Për sa i përket pyetjes parë për premtimet, unë vetë si kandidate nuk kam bërë si premtim dhe nuk do bëj kurrë premtime. Kur nuk jenë pushtet, nuk e si bën premtime. Ne si parti e re, kemi program dhe kemi pika programi që zotohemi t'i plotësojmë patjetër kur të marrim pushtetin. Unë dua të jem shumë realiste me ju. Ne nuk kemi thënë kurrë që ne pas këtyre zgjedhjeve do fitojmë shumicë dhe do jemi në pushtet. Jo, ky nuk është synimi ynë fare. Synimi ynë është që ne të futemi në atë parlament dhe të bëjmë opozitë, sepse kurrë Shqipëria për 34 vite nuk ka pasur opozitë. Kanë qenë thjesht dy palë, dikush në pushtet, më pas vite tjetra, por opozita ka qenë inekzistente. Dhe për të qenë në pushtet dhe për të bërë mirë, do të bësh një opozitë mirë dhe një opozitë cilësore dhe të jesh një zë i fortë parlament. Ky është synimi im dhe nëse mund të quhet premtim, ky është premtimi im i vetëm, që do jemi zë i fortë në atë parlament për gjithë qarkun e Fierit, ku kurrë nuk është dëgjuar të flitet parlament për Fierin. Nëse ky mund të quhet një premtim, patjetër që do e mbaj 100%. Gjithë gjërat e tjera janë pika programi, të cilat çdo parti duhet që t'i ketë për nëse ka synim dhe plan afatgjatë për të ardhur në pushtet. Për sa i përket pyetjes dytë, pse jo koalicione me partitë e reja, është një pyetje që ne na bëhet gjithmonë, na është bërë qysh prej fillimit dhe themelimit partisë. Me ideologji ne jemi një parti e djathtë e qendrës, edhe kjo automatikisht heq mundësinë e koalicionit me partitë me ideologji të majta. Për sa i përket ofertave edhe bashkëpunimeve që na janë bërë për të bërë koalicione, ne i kemi refuzuar për një arsye të thjeshtë. Partia jonë është e gjitha e përbërë nga kandidatë të cilët nuk kanë qenë kurrë në politikë dhe nuk kanë qenë kurrë në pushtet. As si për kandidatëve apo drejtuesve të qarku siç jam unë në Fier, nuk ka qenë ndonjë post në pushtet ndonjëherë dhe nuk është marrë me politikë. Kemi të gjithë të rinj. Prandaj dhe nuk kemi dashur që të bëhemi palë dhe në koalicion me partitë të cilat kanë qenë në këtë pushtet, sepse kjo është fatkeqësia e Shqipërisë. Janë këta që kanë qenë pushtet për 35 vite dhe ne nuk kemi për rotacion politik. Pra, ne nuk kemi tiki partia që është në pushtet dhe të vi partia demokratike që ka qenë në pushtet për gjatë këtyre 35 viteve. Ne jemi për ndryshimin e vërtet, për kontrastin e vërtet që nuk është me asnjë nga partitë që janë ekzistuese. Dhe me partitë e reja kemi ideologji që nuk na përkojnë me njëra tjetrën, figura të cilat kanë vite që janë marrë në politikë dhe që ne nuk përkojnë me asnjë prej pikave tona të programit dhe për këtë arsye dhe nuk kemi planuar që të bëjmë koalicion. Pyetja e tretë ishte edhe më interesantja dhe mua në fakt më futi pak në mendim dhe dua të jem shumë e sinqertë. Për sa i përket kontributit tim personal, ndoshta unë nuk kam ndonjë kontribut shumë thelbësor në shoqëri që të them që unë kam për këtë edhe unë kam ndihmuar këtë apo në mjet profesionit tim. Unë kam bërë një profesion si gazetare, kam qenë pranë halleve të qytetarëve duke dëgjuar atë dhe pjesën më të madhe të kohës dhe si kemi raportuar dot tek kështu është media. Si psikologe është zgjedhja ime si profesion dhe ndoshta nuk duhet ta shesim kështu sikur çfarë kemi bërë ne. Ne kemi bërë një profesion si gjithë tjerë dhe ndoshta kontributi jon nuk është ashtu siç duhet të ishte në fakt. Dhe kjo
Unë mendoj që ky është një reflektim, po flas në emrin tim pak, për veten time, për kontributi im politik nis tani dhe shoqëri. Nis tani me vendimin që mora për të marrë pjesë aktive në politik. Nis tani me vendimin që mora për të qenë një zë në qarkun e Fierit. Ky është kontributi im që unë zotohem që do e nis prej hyrjes në atë parlament dhe deri kur ju të mos më besoni më. Lufta ime më e madhe është të bëj për vete votën e të rinjve dhe për të fituar besimin e tyre. Nëse nuk e fitoj është problemi im dhe duhet punoj unë më shumë. Kështu që mua pyetja jote më nxiti edhe do punoj më shumë për të fituar besimin e të rinjve. Po të t'i jap sa përgjigje të shkurtra këtyre pyetjeve, a do të mbahen premtimet? Në fakt, ajo që unë mendoj, apo ne mendojmë është që nuk është individi garanci e mbajtjes premtimeve. Është një sistem i shëndosh, një sistem demokratik. Unë nisa diskursin tim në fillim duke shpjeguar ato 4 pikat e famshme të cilat do na ndihmojnë në demokratizimin e vendeve dhe eventualisht edhe mbajtjen e premtimeve. Ula është pa përmendur ligjin për referendumet. Ai është garanci shtesë. Ju duhet dini, përgjith ju që pyesni a do të mbahen premtimet. Një qeveri nga natyra dhe në ato që kemi parë ne tenton që të ndrojë aty me ligj. Çfarë do të thotë ligji për referendum? Jo më larg se aty tutje në Bashkinë e Roskovecit, ata kanë vendosur të ndërtojnë një tekst aty në mes të tokës bujqësore. Sot eventualisht është premtimi i mbajtur apo i pa mbajtur ky kësaj qeverie, ne nuk dim ta themi. Edhe po ajo që dim të themi është kjo, që ne nuk kemi mundësi ta ndalojmë sot. Sepse ai të thotë shihemi pas 4 vjetësh. Janë ligji për referendumet, është rregullimi i këtij sistemi, është demokratizimi i mëtejshëm i vendit, ai i cili do të garantojë mbajtjen e premtimeve, jo individi në vetvete. Ne dëgjojmë shpesh që thonë nuk ka hajdu 2 metra, po paska, ka hajdu 2 metra. Dhe ky është fakt. Kështu që në këtë kuptim ajo që do ndihmoj tjetër në mbajtjen e premtimit janë padyshim listat e hapura. Padyshim listat e hapura. Nëse ju dëgjuat në një anet këtu, që ju tha se do të realizoj këtë, apo ka objektiv jetë këtë, apo atë tjetrën, ju duhet i riktheheni pas 4 viteve dhe mos ta gjeni të parë të listë nga kryetari të listuar. Po ta gjeni aty të hapur mes të tjerëve. Sot e zgjodhët, sot e votuat, nesër nuk i mbajti premtimet e quhet në të parë të fundit. Dhe kjo jep zgjidhje përfundimtare pjesë të mbajtjes së premtimeve, e kthen shoqërinë tonë më demokratike dhe më të përgjegjshme. Tjetra, për sa i përket koalicioneve parazgjedhore. Ne si forcëre politike tentuam që pavarësisht ideologjive, pavarësisht atyre pjesëve të programit ku ne mund të kishim jo përputhshmëri totale, ne menduam që do ishte udhës që gjithë spektri i ri të bashkohej në një koalicion parazgjedhor për të pasur shanse dhe për të maksimizuar votat. Ajo që thatë ju, që vota mund të copëzohet. Ne sot ja arritëm në një farë pjesë, sot ne drejtojmë një koalicion me 2 nga këto partitë e reja, me nismë thurje dhe lidhje për të drejtat e popullarëve shqiptar. Për diferenca të ndryshme, partitë e tjera të reja që ne konsideronim si mundësi apo lëvizja bashkë, për arsye të ndryshme nuk pranuan, mendoj që është më mirë ta bëjë këtë rrugtim të vetëm, është zgjedhja e tyre, funditës kjo është demokracia. E treta, për sa i përket asaj pjesës me 2 parti, nuk e di kush e bëri nga ju djema atë pyetje, po kjo historia me 2 parti është një histori e parë, 34 vjeçare. Nuk i prish punë në realitetin politik shqiptar disa parti apo pluralizmi në vetë. Nuk e kemi ne atë lloj demokracie të brendshme sa të jemi të gatshëm që partitë tona ta rifreskojnë vetë. Dhe sot është fakt që unë jam 35 vjeç dhe dikush kur kam lindur unë ka qenë për herë të parë në pushtet dhe do të vijente. Apo një tjetër që është për 28 vjetësh në pushtet dhe do të vazhdojë ende. Kështu që ajo kjo historia me 2 parti nuk shkon, diçka ngec këtu tek. I bën mirë pluralizmit politik pasi është shumë parti. Tjetra, për sa i përket rinisë edhe kontributeve, edhe unë do të thosha asnjë kontribut. Asnjë kontribut nuk kam unë në këtë vend, se nuk më është dhënë shansi ta drejtoj ndonjëherë apo të përfaqësoj ndonjëherë, dhe s'kam se si të kem ndonjë kontribut për shoqërinë e këtij qarku, e këtij vendi apo më tej. Apo kam një kontribut, nuk e kam vjedhur këtë.
nuk ka marrë lekët e ilaçeve të fëmijëve nëpër spitale, as të ushqimit të kopshteve, që i bin këta. Nuk e kanë çuar çmimin e kilometrit 40 milion euro kilometri, e tjera si këto që ju i dini mirë. Por di them këtë, në kuptimin ton politik, ne kemi medalje dhe krenari votën e diasporës. Dhe kjo është ajo për të cilën ne jemi krenarë dhe për të cilën e vazhdojmë të rrugëtim. Demokratizimi i vendit, mos e harroni. Ai është çelësi për ndryshim, jo rrugëtësion. Ju falenderoj. Falenderojmë dhe ne. Në fjalën e zotit Papa. Ju lutem t'ia kaloni mikrofonin për mendjen e fundit. Pyetja sa do i mbani premtimet. Ne nuk mund të themi dhe nuk mund të mbajmë aktualisht premtime, por ato zotime që marrin nëpërmjet planit ton, program qeverisë, dhe me forcën që mund na japi vetëm qytetarët me votën e tyre, ne mund të garantojmë që Lëvizja Bashkë që do mbajmë premtimet që ne i kemi shkruar dhe i kemi thënë në programin tonë qeverisës, i cili detyrimisht do vi duke plotësuar dhe duke përmirësuar në vazhdimsinë e tij. Por përsa i përket disa pikave thelbësore të programit tonë, ne patjetër që nuk do i zhgënjejmë asnjëherë zotimet që kemi dhënë. Lëvizja Bashkë do jetë gjithmonë në krah të stresave në nevojë të punëtorëve, të bizneseve të vogla dhe përfaqësuesve të lirë dhe do jetë gjithmonë për të rritur miqënien dhe për të rritur shtetin social dhe shtetin e së drejtë. Dhe këto janë ato zotime që ne nuk do të çalojmë dhe nuk do të devijojmë asnjëherë. Ama një premtim dhe një zotim që është për qarkun e Kjerit është ajo që për sa i përket zonës së naftës dhe për ndërtimi një rafinerie, siç ka qenë më moderne, siç është dhe ndërtimi për bujqësinë e një impjanti për prodhimin e plerave kimike për të ndihmuar bujqësinë. Dhe tjetra, se Fieri ka më fat që ka aktualisht vetëm projekte të pashfrytzuar dhe të pacunguar akoma nga oligarkët, por për fat të keq që të ditë në shfaq që edhe aty është shkelur plani për të na hequr dhe atë. Në qoftë se Lëvizja Bashkë do ta kishte mundësinë ta zhvillonte atë, ajo do të ishte epiqendra e zhvillimit ekonomik dhe turistik të zonës së gjithë muzikëzit të qarkut Fier dhe jo vetëm. Pra, këto për sa i përket pyetjes së parë. Se nuk të shkurt. Okej, yes. Se nuk u bashkuat, atëherë shkurt po fitoj kohë këtu, në qoftë se ne jemi 3 persona dhe po mundohemi të ngrejmë një peshë, po e marr nuk e di një tavolinë fundsall. Dhe në qoftë se ne të 3 tërheqim secili, njëri thotë do ikim me njëra derë, tjetri thotë po marrim derën këtej, dhe tjetri thotë un po idem nga dritarja, të jemi të sigurt që ajo tavolinë nuk do lëvizë dhe nuk do shkojë as fundi. Kjo është arsye kryesore që nuk mund të funksionojë një bashkim kur rrugët dhe planet afatgjata nuk janë të një projekti të përbashkët që të jetë qëndrueshëm në kohë dhe të mos jetë aksion i mirëfillt siç kemi parë që fillon një fushat elektorate dhe sfumohet me njërin mbas saj. Pyetja tjetër, çfarë kontribute keni bërë ju që të meritoni votën? Kjo është pyetja më e vështirë. Patjetër që sot për sot asnjëri prej nesh nuk mund të thojë që ka bërë një kontribut të konsiderueshëm që qytetarët ta votojnë në masë. Por unë personalisht, duke fituar në moshën këtu rinore, kur kam qenë i vogël, kam qenë shkoja ke shtëpi pionierit dhe mbaj mend që kemi bërë dhe një fushat sensibilizuese me piktura që e bënim kundra sidës në të kohë. Dhe pat edhe fatin që piktura ime për zgjodhe u afishuar në ambulancat e të Shqipërisë. Kur kam qenë i rritur dhe si profesionist i arkitekt u ofrova të ndihmoj gjatë tërmetit që ndodhi në Shqipëri. Një kontribut sado i vogël, por u mundova. Dhe prandaj sot jam këtu sepse duhet të bëj një kontribut më të madh. Por këtë do na mundsoni vetëm ju duke na dhënë besimin tuaj. Pyetja e fundit, çfarë do të bëni ju për të rinë? Dhe si do të ndihmoni të rinë? Atëherë,
Lëvizja Bashkë ka në programin e saj qeverisës ka një ndër pyetjet shumë të rëndësishme është integrimi dhe ndërveprimi me diasporën. Dhe një ndër pikat që ne kemi është pikërisht ndërlidhja që do bëjmë të profesionistëve dhe të biznesmenëve të diasporës, do bëjmë urlidhse me të rinj që kanë dëshirë të integrohen dhe të bëjmë pjesë nga ana profesionale, ndoshta e aktiviteteve që ata shqiptarë që ja kanë dalë dhe që ndodhen në emigrim, duan të ndihmojnë dhe të bashkëpunojnë me të rinj në Shqipëri. Tjetër, për çfarë përket programit tonë të arsimit dhe të shëndetësisë, kam një minutë ta përmendim. Pra është për të rinj, gjithmonë për të rinj. Kemi për të rinjt deri në moshën 18 vjeç në shkollat do jetë kontroll shëndetësor i detyruar 2 herë në vit. Do ketë arsim dhe arsimi universitar do jetë falas, pra për të rritur arsimimin dhe nivelin intelektual dhe kualifikuar të rinjve. Dhe përsa i përket qarkut fier, ndihma që unë mendoj se do të jetë vërtet ajo që do ta bëj një motor për fierin, do të ishte pikërisht ajo krijimi një ambienti e një klime, duke filluar që nga një universitet i mirë menduar për nevojat bujqësore dhe industrisë që ka qarku fier, dhe duke krijuar edhe një klimë infrastrukturë urbanistike që do të mundsonte edhe një jetë sociale, sportive dhe aktivitete të rinore që kaq të munguar janë dhe nuk keni ku t'i krijoni këto ndërveprime. Faleminderit. Atëherë, për sa i përket premtimeve, i vetmi premtim që unë personalisht si Ava Hoxha e bëj për kandidaturën time në qarkun e Fierit, është puna e ndershme dhe me përkushtim të përditshëm për qarkun e Fierit, për qytetin e Fierit, dhe të them që çdo pikë tjetër e programit tonë do t'i përmbajë sikurse neve e shpalosim sot apo edhe në takimet e tjera. Unë besoj tek politika që është një rotacion, kështu që duhet të jetë koha e duhur çdo qeveri dhe çdo kandidat për të treguar veten dhe të njëjtën kohë nëse nuk e tregon veten sikurse ka projektuar në programin e vet, po ashtu duhet të largohet. Pika tjetër e koalicionit, normalisht koalicioni është i vështirë sepse jo të gjitha partitë që ne kemi të njëjta parime dhe vlera, kështu që për koalicion gjetet e pritet edhe pas datës 19, por pika tjetër për sa i përket kontributit tim në vendin tim, dhe të them që në 12 vite duke punuar në kompanitë e huaja globale, kam dhënë kontributin tim duke ndihmuar shumë të rinj, shumë nëna, shumë familje në zhvillimin personal, por gjithashtu dhe nga ana financiare duke bashkëpunuar me mua në kompanitë e huaja që kam bashkëpunuar. Jo vetëm kaq, por me arritet e mia kam përfaqësuar dhe Shqipërinë, në Portugali, në Hungari dhe gjithashtu edhe Itali. Gjithashtu mund ta përmetoj këtë gjë duke thënë që ka pasur shumë herë investim që do jenë edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, por gjithashtu do jenë edhe jashtë Shqipërisë. Kam zgjedhur ta jap kontributin tim në Fier, të jetoj në Fier, edhe po marr studimet në Tiranë, dhe do sa përsëri të them në qytetin e Fierit. Për sa i përket të rinjët për partinë tonë janë një aspekt shumë i rëndësishëm, ne kemi shumë pika që do të lidhen me rinin, por ndërto do të jetë dhe përshtatja që çdo ri mund të ketë mundësinë që të tregon projektet e veta të cilat do të financohen dhe do të mbështeten nga ne, por me krijimi shumë vende të tjera pune për sa i përket investimeve që ne kemi në turizëm, në bujqësi dhe gjithashtu dhe në arsim. Ju falenderoj shumë të gjithëve. Tani unë dua të bëj një falënderim për kandidatët që ne patëm të pranishëm dhe për gatishmërinë, seriozitetin e treguar, qytetarët për pjesëmarrjen aktive, organizatat e shoqërisë civile për mbështetjen dhe energjinë që sjellin në çdo hap, si dhe mediat që e dokumentuan këtë aktivitet. Dhe nuk dua të harroj një falënderim të veçantë shkon edhe për rrjetin përballja e ofertave politike i mbështetur nga Olaf Palme International Center dhe qeveria suedeze që po e bën të mundur zhvillimin e forumeve në 8 qarqe
të Shqipërisë. Faleminderit edhe një herë të gjithëve për praninë dhe kontributin. Deri në takimin tonë të radhës, bashk për një demokraci më të fortë. Ju faleminderit. Shumë faleminderit dhe juve. Faleminderit të gjithëve.